gjithë në kam Dhe pare visi kushte I gjam Dhe nuk po munden me ma jek mërzin Qysh me jek mërzin kurse kam dashnin Qysh me jek mërzin kurse kam dashnin E tash jam gjithë në kam Dhe pare visi kushte I gjam Dhe nuk po munden me ma jek mërzin Për mërzin që kam kalmani duan Për mërzin që kam kalmani duan Sa letë lashat të dit Ah, mua q'kam gjeti Shumë të pas kam dash se kam dit E tash jam gjithë në kam Dhe pare visi kushte I gjam Nuk po munden me ma jek mërzin Për mërzit që kam kalmani duan Për mërzit që kam kalmani duan E tash janë gjithë në kam Dhe pare visi kushte I gjam Nuk po munden me ma jek mërzin Qysh me jek mërzin kurse kam dashnin Qysh me jek mërzin kurse kam dashnin Mirë mbrëma, të nderuar shikus, mirë mbrëma Aida, mirë mbrëma Arti, mirë mbrëma publikit dashur që na keni ardhur nga vilajeti më I madh shqiptar nga Shkupi, një jetë do të vakitje nga unë për juve. Faleminderit shumë, Aida. Mirë mbrëma Aid, Art, mirë mbrëma. Bravo, ke vesh bukur, shumë mirë. E ke ma icin krejt. Vishin këmën në vej. Aid, mirë mbrëma dhe mirë së të jerë dhe musafir sonte në Kosovë Show. A do më shërby me energji për Golden Eagle a me relax? Me Golden Eagle. Për ma të mëllë pak se, për herë parë të folë për një që 6 muaj gati për I bëjmë bashkë të episod. Aid, falë të njërën? Një Golden Eagle a ban. A, një Golden Eagle a ban. Po folë ka Aida, unë kështë vishkënën të majtë qik. Aid, që Golden Eagle, mirë mbrëma dhe mirë së të jerdhe. Mirë se ju gjeta, shumë interesant ka prej sugit, se jam su gjithë veç. Për me që përdo këtë të jeti me emisionin? Zdi diqysh se... Qysh? Mirë, është mirë, ku më zanë venin mas. Diqysh me në zanë a I kusht tjetër. Poftohet. Ne nuk dhije. Që I vazhdojnë që ashtë të mos bube fytit, është të zavënësën. Aid, son të je këtu për arsy... kërëzua? Po be... Të pas kanë që bashkë me bicikl, a? Ani, më stane I shakine, po, marë unë të shkyu të qikat të reja, ko ke shkyu dhe në bark. Ko ke shkyu ke po kësh. Ti dhe po keshë, mërë, ko ke interesant të kur. Ska më sa fyrë tje, sonë në vishë në Aida. Aida mi mrama dhe mirë së jelën kësë, e smuti pe kreja, që kinë kry? E lidha për se kry, si kompira për funit, që qesin këtë njerë? Verona I ka bërë. Temperaturë. A, Verona, studio Verona për duken tonë, a? Po. Për duken tem gryja jeme, falem të jetë gru. Aida kemi, sonë dhe përbëm një biset, të nuk jepë sa përse I e shpis, po, e ki bo kongën, një kongë 3, me videoklip om duket. Po. Kush e ka bo kongë, qysh quët kongë dhe qysh... Pse bo në pash këtë fazë kongë? Që të për të kruët, ha? Po, edhe të kruj. Okej, atër konga titullohet Ren. Kush për Ren? Ren ata që... Okej, që e kanë bo kongën. E kanë punë. Edhe kongën e ka punu Studio Entertainment,
muzikën e ka bo prap studio entertainment që Okej. s'pe shot arsysh Po me vazhdo më të cek kruçat shumë, të qafa, okej? edhe nuk e di në shtako ka edhe Sikleta? vetë kështu se i kom vrejt për jatë Okej, një fal. musafir Para tjerë mendoj, krejt që pa del shtoj mendamin krejt. të fillojnë me artin me bëni këngë kështu. Për shembull fillon emisioni unë këtu atin. Ama një C. Ja mos më jep se kam temën. Mirë, ai po. Edhe videoklipin e ka realizu Imagine Films. Kurse për dukjen klip është për kujdesur Studio Verona. E pse bash konga rran, po rran. Po rejnë në vlau, qa mi po rejnë njerë, që shtu Edhe është Hajt, me tematik të dashnis? Po, Ka rran dashni ai. po, besoj që se ka publiku edhe tonë garan publiku tonë intereson shumica kanë me gjetë vetën aty, edhe besoj që kanë Publiku me tonë kanë pëlqy. po këtu vazhdimisht të këndu, po kur s'kan po të fol. Tregona mos e po rran kanë dashuri njerëz, a je ti e dashuruar? Jas, A rran ti? tash ti me raste, me kona i sen shumë gusht valojnë rej, me qenë shumë sinqerë, Kështu kështu. për Rej, dashni s'ki nevojë me rrega? jo, Nuk je dashuruar? mirjam, Sigurt? shumë sigur. Kur e ke lëshu klipin? Kur e ke shumë këtë rran? E kitë rren, e kom lëshu të mërkurën. Okej? Mërkurën orat jetë është bo premiera Shumë e mirë. këngës. Qysh ka jetë? Vallojnë, mirë ka jetë, se peshtyjnë ata që po më mdojnë, faleminderit Okej. shumë. Prej tyne, mas pari... A ke fillu dasmat, më shku. Se Vallojnë, jemi të zonë në dasmat. Ti që dasma, dhe se menojnë shumë që kënoj veç që si vajtuse, po... Kur vjen puna për atmosferë, Je, e gacë. bëj edhe atmosferë. Ama Bashkë mirë, me Artin. artin. Art, përshëndesim, unë dhe Aida. S'pe lidhë ti krytë si Aida që tu? Nuk po të dhamë. Aid, ku për gjohë vete më mirë? Përveç emisionit. Në dasma, në bromë rinorë? Në krejt, ku dhe që të shkoj me kënu të pa me e gjoj s'ka, vetë normala. mirë, jo edhe ju rej shumë se shumë rënë është dishish, s'ma jasë mi o thonë, Zotë ju lash në është mi dhoj shala për hajrë, vla. I mësu veç për hajnë dasma, ta shëllë aty, shala për hajrë. Unë që që të pafë, ha. I do të rogiti për Aidin. Aid! Shpo t'i vlo që më të vetë se ti e shpis. Apo të në dyqysh? A e në mirë jo. Mirë shnash. Aida, të regona pak suksesin tënë, ti ke marrë pjesë edhe në Shqipëri, Në X Factor. në X Factor, po. Ka qenë një eksperiencë Çfarë përvojë ke shumë e mirë, se edhe kom mësu shumë sene përveç dallavereve. Në cilin vend? Në Shqipëri, në Tiranë. Po më dojnë cilin vend je radi? Kom arrit bashkë me grupi natyral që kemi qenë 5 vajza, prej veneve të ndryshme. Kemi arrit deri në finale në top 3, që u kanë ka gjanë një arritje se ka pas shumë që kanë konkuruar. Pala dhe pak s'kan për mujt me mri. përvojën këtu. Aty. Për përvojën këto, me Qysh thonë është këtë drejtën, pjesën në bisedës? ka qenë, po thuj se fillimi i karierës tem, do me thonë individualisht, se kom kënu bashkë me grupë, po prej kur kom fillu individualisht, ka qenë dera jam e parë që më është hapë edhe ka bo shumë marketing edhe Okej, por ti jep ma vonë, kur të bësh një karrierë pak më të suksesshme. Sani, Okej, i morëm çfarë të kish pije pak. Pe pi Red pak. Eagle. Më fal, Golden Eagle. Po thu që emisionet kanë ndihmu. vallajnë, me u tregu e sinqertë, më ka animu edhe e din shumica. A mo ti ke këndu bukur? I takon falemderimi Zotit, që e falemderoj shumë për talentin që ma ka dhënë dhe masanej me vazhdu, me falemderu menaxherin tem Naser Qelin që më rrën gati për gjithë shka. Halo qelë që shto, flokë si kanë dalë. Qel, bre, qel, ma mirë që se flok të kish pasë. Atëherë nësi ishim pajtu publiku që kemi në saldo nga Shkupi, ishim shku me klipin e Aida Doçit. Pasta ishim këthy me pak marketing dhe me njëherë me mysafirën e dytë për sonde. Aida, falenderit, vazhdo me këndu kështu. Faleminderit Në begatar shumë. emisionin tonë. Art, falenderit. Aida, falenderit.
Qka nëse zë shihemi më unë dhe ti? Qka nëse vdekja nëndon? A do t'më kujtosh dhe mua me qiri? E të pëndohesh për premtimet qa s'u bën? Janë t'jesh fotografi, krejt qa kemi unë dhe ti. I thuaj dhe asaj, pse t'kam dasht më shumë se veten mos më shaj. Ren, nëse thua që kujton t'i ren, nëse thua që m'lëndon një lot që kam del për ty. Ren, nëse thua s'të harroj t'i ren, se unë ty nuk të besoj ti je gjithçka po s'je njeri. A thua do pos qeshësh kur të më kujtosh, apo lotët do të jenë gjithmonë me ty? E mbi varet tim të vishe të vajtosh, se këto fjalë s'mithe kur unë isha aty. Janë t'jesh fotografi, krejt qa kemi unë dhe ti. I thuaj dhe asaj, pse t'kam dasht më shumë se veten mos më shaj. Ren, nëse thua që kujton t'i ren, nëse thua që m'lëndon një lot që kam del për ty. Ren, nëse thua s'të harroj t'i ren, se unë ty nuk të besoj ti je gjithçka po s'je njeri. Ren, nëse thua s'të harroj t'i ren, se unë ty nuk të besoj ti je gjithçka po s'je njeri. Faleminderit Shkupi. Jemi rikthy në pjesën e dytë të emisionit tonë Kosovo Show pas publikimit të spotit të këngëtarës tonë rezidente Aida Doçit. Kemi një mysafir që sonte na vjen nga Shqipëria mëmë. Një mysafire realisht femër jashtëzakonisht simpatike, që e doni ju të gjithë, sidomos Shkupi që sonte kemi këtu mysafir në sallën tonë. E ftojmë me doa të rokit jetë fuqishme. Gleta Koçi. Gleta, Rama, je futur në përmes Kosovës të direkt. Knajsi e madhe. Gleta, para se të ulesh, për ta mbajtë dorën e ke shumë të ftoft, je jashtëzakonisht kështu gocë femrore, Faleminderit. por nga mbiemri je shumë mashkullore. Ashtu, a? Është e vërtetë. Ma ke përqesh mbiemrin shumë, do mash përgjithësi. Okej, e vazhdojmë këtu. Gleta Koçi, faleminderit. Gleta, mi mbrëma dhe misherë dhe dua të pyes me çka të shërbej. Kemi energji nga sponsori ynë Golden Eagle apo Relax, po e njëjti
Sponsori ju një Frutex nga Soarika. Këtë marrë edhe këtë lë unë, por po them një Golden Eagle. Një Golden Eagle, sepse për ke momentin- bashkëpunu dhe me Golden, kështu që shkon edhe me shkon edhe. këtë emër këtu. Greta, kemi pak probleme teknike, po kalojnë. Je shumë i nderuar. Faleminderit, ama shumë me kujdesa që thashe. E shoh. Sepse- Gjithë delikatesë. Shumë, të lutem. Nuk po e mbushim ma shumë. Greta, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë se Si gjesh. po ndihesh Prishtinë sonte? Tregona drejt. Në fakt që unë ndjem shumë mirë sa herë që vim në Kosovë, me thënë të Vërtet? drejtën, por që ndjem unë mirë, do thosha ndjem mirë sepse kam marrë te ju. Faleminderit. Edhe te ti personalisht, Faleminderit. kam ndjekur, edhe më pëlqen shumë Si më ke originaliteti jo. ndjekur në kuptimin kështu? Të kam ndjekur nëpërmjet Ke përgjuar? emisionit. Nëpërmes ekranit? Normal Tash se mos- ndryshe nuk kam nga të ndjek. Të lutem thash mos më kipo në Durrës, se na vim shqiptarët të Kosovës në Durrës. Na aty e kem Durrës, Tiranë, te Tajvani dhe kthehemi në Prishtinë prap, në Prishtinën e nxehtë. Greta, vajza që merret me politikë në Shqipëri. Po. Pse bash politikë, Greta? Pse për shembull smerresh me handball? Tani, hyrja ime në politikë nuk ka qenë krejt rastësore, në fakt, por është në përputhje me arsimimin tim. Unë kam përfunduar shkenca politike bachelor dhe marrëdhënie ndërkombëtare, master. Kam pasur, në fakt, një vëmendje ndaj politikës, ndaj dinamikës politike në vendin tim. Pavarësisht se kisha menduar në fakt që angazhimin tim politik ta kisha në një moshë pak më të vonshme, duke qenë se doja t'i përkushtosha muzikës. Megjithatë ndodhi, jam angazhuar konkretisht në një pozicion të rëndësishëm në Partinë Demokratike, duke drejtuar për 4 vite, për një mandat, Forumin Rinor të Partisë Demokratike, një organizat partnere me Partinë Demokratike, po të jetë rëndësishme edhe për historikun që kjo parti ka, si parti që është themeluar nga të ritë, kështu që rinia mbante rolin kyç dhe kryesor. Po pse ju në PD? Pse ju në PS për shembull? Ti Sepse jam më e duket djeshtë. një vajzë që vjen nga jugu, Jo, urështove tek Veriort. unë origjinën, unë jam shkodrane. A shkodrane? Po. O, kërkoj falje publiket e të reki fjallën kemi një shkodrane këtu pra thonë. Po pse si kresh në PD? Pse në PD? Pse ju për shembull me Edvinin? Që i thoni ju, Po, Kristaq Rama. po, sepse jam e djathtë, kam një familje djathtë, kam një ideal të tillë të trashëguar, dhe sigurisht kam shtetur Partinë Demokratike duke parë programin e kësaj partie dhe duke parë individët që drejtonin këtë parti, sepse gjykoj që partia nuk përbëhet nga muret. Partia përbëhet nga njerëzit. Sigurisht. Unë kam dashur zotin Berisha, që për mua është një burr i madh shteti që i vjen rrallë kombit shqiptar. E kam Jeu? admiruar, po, dhe jam bashkangjitur Partisë Demokratike dhe posaçërisht figurës tij. Ndihesh mirë aty. Po, jam shumë mirë aty. Ama seksi jeni ju, a Grita Duma? Nuk konkurojmë për kush është më seksi. Kështu kalim si një pyetje. Tërthora si që Grita thoni ju. Duma. Po Grita Duma nuk është vetëm seksi, Grita Duma është një zonjë që për mua është ndër politikanet më të mira që ka Shqipëria. Po të në. Faleminderit publik. Po ju nuk jeni seksi? Kur thoni që Grita është... Unë nuk e dija jam seksi. Si duhet them unë për veten, ja, të rritë të mendoj unë, të vras mendjen, a jam seksi apo nuk jam seksi? Kur kalon Unë e nga vras pasyra, mendjen- kur kalon nga pasyra se je femër. Unë e vras mendjen, a jam në, domethënë në formë të mirë për të qenë e suksesshme dhe për t'i dhënë publiku dhe atë që unë di të bëj më mirë, për këtë shqetësohem shumë. Po se a jam seksi, a nuk jam seksi? Pak rëndësi ka. Ja. Është vajzë e mençër. Jemi tek muzika. E lam për politikën, sepse Po, sigurisht ja ke gëzuar. nevojë. Mirë se Ti je gjeta. pak Mirë se ju gjeta. nga sponsorin, faleminderit nisë na erdhe. Bashkëpunimi me kosovarët. Më duket bashkëpunimi i parë me Juve ka qenë me Arianin, me Golden Gin. Jo, me Kosovën, në fakt ka qenë me Labino Tahiri. Ki të drejt, faleminderit për korrigjimin. Pse me kosovarët bashkëpunimi? Nuk ka ndonjë arsye specifike në fakt shpëtim, por me thënë drejtë unë kam një konsiderat shumë të madhe jo vetëm për artistët e Kosovës, por përgjithësi për kompozitorët, për tekst shkruesit. Domethënë ka një lloj gustoje, themi ne nga Shqipëria, apo shije tjetër, një këngë që realizohet në Kosovë. Domethënë ka shumë kompozitorë talentuar dhe mu më tërheq kjo gjë dhe ndaj jam orientuar fakt në këto kohë. Sigurisht unë për shkak të gjithë këtyre viteve eksperiencë më ka rënë rast të punoj me shumë kompozitorë nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Kosova. Po këtë periudhë nuk e di. Se fundmi e ke pasur një problem, më duket me njërin nga këngët tua. E kemi përcjellës të më shqetësim. E rregulluar atë problem.
Po, keni rregulluar, pa tjetër që rregullum, se kush ka drejtë. Do të thonë, ju keni pas të drejtë. Po sigurisht, Me se kënga pa të drejtë, kënga është bllokuar në pa YouTube. drejtë kënga është bllokuar. Dhe tash jeni pajtu me personin fjalë. Jo, Në rast me Qipsin. unë jam kam një zemër shumë të madhe. Vërtet? Po në momentin Dua ta shoh që pas zemrën. A mundem? pas kesi me apo ja e kupton ti nga sytë se je inteligjent. Nga sytë po. Nga sytë po. Nga sytë e kuptoj. Por jo, çdo njeri, besoj, jo vetëm unë, në momentin që fillon edhe cënon dikush, atëherë marrë qëndrim me njerëzit. Ti u cënove në këtë rast? Sigurisht. Do thonë, kënga i besova, bëhet fjalë për këngën i besova. Në fakt problemi ka qenë përpara kësaj kënge që tek bashkëpunimi me Enin dhe me Goldin, ku ne nuk ishim të informuar për një bit, jo bit po komplet, ajo ishte orkestralja e një këngë rumune. Unë nuk dëgjoj muzikë rumune, me thënë drejtën, dhe nuk e kisha dëgjuar, nuk e kisha haberin që ishte këngë rumune, as njëri nga ne, as Goldi, Eni jo e jo. Dhe rezultoi kur ne e publikuam, njerëzit shkruani në rrjetet sociale që hey, shikoni se kjo këngë është rumune, e keni të vjedhur këngën. Dhe detyrimisht u mërzita, u shqetësova sepse është përgjithësi përpara publikut. Domethënë të gjithë këto vite dhe të me një këngë vjedhur nuk është bukur, nuk na ka hije neve. Më pas erdhi kënga i besova ku unë mora thjesht një bit nga ky djali, nga Qipsi. Pra bitin e këngës duhet kuptu një gjë. Biti për ta shpjeguar për publikun, për ata që nuk kanë lidhje me muzikë. Sa biti? Sa biti. Sepse ka dalë në për media në momentin që ndodhi problemi, u tha që personi Qipsi deklaroi që kënga është e imja. Dhe unë du të sqaroj një gjë për njerëzit që nuk marrin vesh për muzikë. Bit është rum pa pa pum pa pum pa pa pum pa, kurse kënga është na 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 na, e cila është e imja. Kjo është muzika. Dhe ky është kompozitori i këngës. Tekst shkruesi ishte Goldi G. Dhe unë jap merita gjithë secilit që punon për një këngë. Po nuk mund thua muzika është e imja, kur muzika është e dikujt tjetër. Si të them unë, teksti është i imi, kur tekstin e ka bërë Goldi G. A mund ta them unë këtë? Kjo nuk ka sens. Kështu që ky ka qenë problemi. Ke pas, nësa duket një pauzë pak në muzikë. Pse bën këtë pauzë? A tu ka dash për shkak karrierës? Je rikthy fuqishëm normalisht, me duhetet, sidomos tani kohën e fundit, me duhetet je shumë aktive në tregun ton kosovar, sigurisht e ke përcjell. Pse ndodhi kjo pauzë, Greta? Ndodhi për shkak të angazhimit politik. Po. Në fakt nuk është se kam stopuar nga koncertet, po duke qenë se publiku ishte mësuar që unë të lançoja këngë çdo 2-3 muaj, kam qenë super aktive në një kohë, po ta kujtoni domethënë përpara se unë të angazhohesha. Dhe domethënë kjo pauzë ju duk pak sikur unë u zhduka. Megjithatë unë kam qenë pjesëmarrëse për koncerte, por me klipe ishte e pamundur edhe fizikisht që unë ta përballoja, duke qenë se drejtoja një forum që ishte në shkallë kombëtare. Dhe mua më impenjonte jashtëzakonisht puna dhe zakonisht jam natyrë që kur e marr diçka dua ta çoj me seriozitet deri në fund, po. Atë ka po dëm politikën në këtë rast? Juve. Sepse duke marrë me politikën krijon anash pa karrierën edhe pak mbrëmje trenore, sigurisht e kam fjalën për lekun tash konkretisht. Po, nga kjo anë, le ta themi domethënë pjesa jo monetare shumë, po pjesa e shpirtit tim, e kënaqësisë time, artistik, domethënë po mund të them që ma ka lënë pak pas dore. Ne do të trokitin këtë moment të vetëm. Faleminderit. Ke pas zbasti shpirtërore. Po, megjithatë kam qenë shumë e vendosur në momentin që kam hyrë, edhe politika nuk ka fort lidhje me muzikën, e vetmja gjë që i bashkon është se këtu ke të bësh me publik, po dhe këtu ke të bësh me publik. Po këtu e ke, po. Don me rajt, këtu do me knaq. Falë, thash, ndoshta vrash pak. Jo, dakord, sepse ne kemi këto lloj modelesh, në fakt dhe ty dakord që e thua, se këtë po shohim ne në parlament, po unë them që është shumë e rëndësishme të paktën për brezin e ri që të angazhohen në shpëtim. Ndoshta dhe jo konkretisht, po të votojnë. Jem pjesë e vendimarrjes. Dhe nuk mund të thua që unë do qëndroj indiferent ndaj politikës se aty ka rrenca, aty ka hajdut. Po jo, po unë jetoj në këtë vend, unë marr frymë këtë vend, unë paguaj taksa, unë kam detyrime dhe unë duhet jemi përgjegjshëm se çfarë ndodh me vendin tim dhe pa diskutim nuk ka rëndësi a je i djathtë apo je i majt, respekt për çdo që ka një ideal, po ma ti duhet angazhohesh nëse jeton në një komunitet dhe e do vendin tënd. I keni pasur dy bashkëpunime razi me Arianin. Po. Pastaj keni bën një këngë single. Cilat kanë qenë më suksesshme pas kthimit në botën prapë të muzikës, fuqishëm me kam fjalën? Shiko, në fakt të gjitha këngët janë pëlqyer, me thënë të drejtën, po
mos të gënjejmë, Mas miri është një super mega hit që Mas nuk miri. po. E bëj mas miri. Po. Dua ti citoj disa fjalë nga teksti juaj nëse nuk e ngatroj ndaj fjalë, më korrigjoni nëse Po, ngatroj. po, të korrigjoj patjetër. Sa herë po ta afrohna, po makona. Po, Për çka o ka është? makona. O ka makona. Për çka bëhet fjalë? Për çka zotin e takon aty? madh, unë, kur e ka shkrujt Goldi, i thash, ma përkthe pak çfarë do me thënë, se nuk e kuptoja, Okej. edhe thot që, po ma ka qefi. Kan. Ah, Çka në këtë rast? Jo, kur ta afrohem, Po. o ka makona, Kan, o kam makona. knajsi. Shiko, ne në Kosovë thojmë po makona këto edhe po e pi. Po. A kuptin? Po makona gjetën dhe pi ujë në afër. Po, Po makona një copë mish, po du me Po, hanë. dhe po e ha. Çka të kanë aty në këtë rast? jo mua ati, Goldi, duhet pyet ai. Po ti e thoje. Po unë e them, po unë jam interpretuse, tekst shkrues është dikush tjetër. Interpretuesit ja kanë diçka, po çka në këtë rast? Jo, interpretusi në këtë rast, duke qenë se besimi ishte i madh te teksti Goldit dhe ne gjykojmë më shumë se çfarë publiku pëlqen, sigurisht pa kalu limitet e tekstit. Unë jam shumë e kujdesshme E në kuptoj. tekste, përgjithsisht. Nuk dyshoj. Por, domethënë, kënga nuk bëhet për këngëtarin, domethënë gabojnë ata që thonë që mund të ketë rrallë këngë që ne ja dedikojmë vetes tonë, për shkakun. Po përgjithsisht janë tekst shkruesi që Ama, kur interpreton një artist, këtë rast sikur ju, ose sikur dikush që interpreton film ose dramë, po, ka njëherë tekstin e fut brenda, vëdim. Po, Edhe luan të luaj me emocion. Sa herë po ta afrona, është ka makona. Çka për shembull? Po Të ti, takohet për shembull. diçka. ti për shembull. Hë. Çka unë? Po sa herë po të afrona, unë kam makona. Po Kanë, kënaqem. çka? Po ty Konkretisht. pra. Mu? Po. Oh? Shkë marketing, unë jam te Greta. Në këtë rast, ata ka kojtë Goldin, në këtë Si, rast, në atë rastin, kohën e kalume për plas tash. Për Goldin, Po, ata ka kojtë. çdo më thon ta ka Po, kohë. plasim dy kohë, koha e kaluar dhe e tashme. Ah. M'fal, në kohën e tashme më the, po ta kona shpëtim. Po, po. Nuk i Tash shans. e problem- Në gjëmirë. tash- Në tragedje. Në këtë rast, e the për shpëtimin. Po flasim kohën e kaluar, të Për shkuarën. Goldin. Po, past simple tense, Po, anglisht. po. Ata ka kojtë në atë kohë. Unë Goldin e kam një mik edhe një koleg shumë të mirë. E kuptoj. Po, kjo është e gjitha. Do thënë se e kam dëgjuar intervistën që ti ke bërë dhe prandaj thash për mbiemrin, Po. që do mash që ke thënë Çoki. Ki me ndru mbiemrin këtu. Pse ta ndroj? E ki mbiemrin shumë mashkullor. Dhe më thonë, Greta Koçi, nëse e përkthen në gjuhën kosovar që i bjen Greta Çoki, për shembull, mund shme lanë. Po, Po pse? shpia po është mbiemrin e mirë. Po, Po të rrinë se të shkon me flak, me kështu je prunë. Ju në Shqipëri, e flis, ti nuk ke problem me gjuhën Shqipe, kosovarëse dhe ato Shqipe që flitet në Shqipëri. Jo, Do nuk të thonë ti i nje të dyja dialekte. Po, i njoh. I nje, po më Them duket që- i nje them që i bukur. njoh, po. Edhe në këngë kur ki ke ndu, je mundu ma shumë me interpretu në formën kosovarëse. po. Unë nuk mund të ndroj mbiemrin në shpëtim. Ki drejt. Dhe në fakt, unë që kur jam prezentuar në fillim për para publikut, Po. nuk kam dalë as me pseudonim, as vetëm Greta, po kam thënë si që jam, ashtu si që jam. Greta Ama ke Koçi. mbiemrin të mirë. A të pëlqen mbiemri yt? Po sigurisht që më pëlqen, po dhe publikut i pëlqen. Nuk thot njëri Greta Koçi, thonë gjithë, se jam mësuar ashtu. Është mbiemrin e mirë. Është mbiemrin e mirë. Ti je shave. Të përgëzoj për mbiemrin. Faleminderit. Vetëm të këshalut, okej, nuk do me bëhë kosovarë që mbiemrin, bane kështu Greta Koçi, 2. A vëdhin, po më nëj, shtoj edhe një... Se më keq ashtu. Jo, ma mirë është. Se? Luan, kështu me mbiemrin pak. Kaloje tani. Okej, e kalojmë. A më mbiemrin ndroje, nuk e kaloj pa. Po tash ti vetëm kur të martohem o shpëtim. Zdo mi mbaj dy mbiemna? Kur të martohesh? Për zotin, Do me hub mbiemrin e familjes? Në fakt, jo, këtë e thash për humor, sepse unë duat mbaj, edhe po kur të martohem, do mbaj Greta Koçi. Bravo. Po ta thash për, do më thëmë, për ta kalu pak që më the ndroje, vetëm ja mënyrë për ta ndruar është kur... Ja, mos e ndro, mbajnë dy mbiemna. Kur Për shembull, martohesh. Greta Koçi, Agushi. Ja, Agushi, ja? Pse? Po sa Agushin e kena shok të mirë shumë. Po ka Agush plot? Po sa Agushi është në Kosovë këtu? Mirë, Agushi. Jeni më me muzikë para motrës Enit, nëse nuk gaboj. Po. Motra jeton në Vjen, nëse nuk Jo, gaboj. motra jeton në Londër. 3 herë gabova sonë, në pyetje. Edhe ke për të gabu prap ti, Sigur. E di. Pse a thu? Po se nxitohesh ka i herë. Ki drejt. Shkoj mas slow, piano. Slow pak. Keni një motrë në Londër, Po. të cilat quhet Eni. Po. Keni bërë një këngë bashkë, një 3, ti Goldi dhe Eni. Po.
Para motrës je marrë ti me muzikë, nëse nuk gaboj. Pse futën motrën këtë? A ke qenë ti insistu që më futë motrën në showbiz? Fakt, unë vi nga një familje muzikantësh, të dy prindit e mi, mama ime ka qenë mësuese muzike, ka mbaruar për flaut. Babai është marrë me biznes, megjithatë muzikant, i bie filharmonikës, domethënë gjërat të vi nga një familje që kanë lidhje me muzikën, brez pas brez dhe gjyshrit. Unë hyra e para, për shkak se mamaja ime zbuloi talentin tek unë, më pas filluam kuptojmë që edhe Eni kishte vesh muzike të mirë dhe këndonte bukur. Edhe mama ime u morë shumë me mua, pasaj kur unë arrita një, po themi një pjekuri, më tha tash ti duhet merresh me motrën e vogël. Ne kemi 5 vjet diferencë, edhe unë jam përkushtuar shumë edhe jam e kënaqur për suksesin. Po. A keni me vazhdu bashkë me duete me motrën? Po i kemi deri tani 3. Kështu që nuk e di. Si është me këndu me motrën? Si çfarë ndjenjë është? Shumë bukur. Vërtet? Shumë bukur. Edhe është një kënaqësi edhe një ndjenjë që ti do ta shohësh atë më mirë se veten. Është interesant. Është vërtet. Unë kam një vëlla që kënon. Është Justin Bieber. Po jemi ndatash. Jeta e ka drejtat. Jeta. Tash do me kalu pak në një muhabet pak më serioz, sepse nuk do me të marrë shumë kohë se e di që ki angazhimi jetu marrë me studio dhe me projekte të reja tash që të kanal. Po unë erdhëm me kënaqësi. E di, ama ne do me të kursy pak, sepse nuk do me të munu tash. Kemi edhe një kull me qitë, shkojmë pastaj e qitë. Greta, është folën Kosovën për media të rozë sepse keni pas një lidhje, tash po flasë seriozisht. Keni pas një lidhje me Arianin. Sa që ndronë kjo? Unë e thash, absolutisht jo. E thamë në hajgara, tash dojmë me thonë kështu, e thamë në humor. Jo, po unë nuk e thash në humor, ti e thua në humor, sepse të takon për shkak formatit e emisionit që ke, kurse unë e them seriozisht. Jemi shumë, jemi kolegë. Këtu që kanë qenë në Kosovë, jo ashtu, jo kështu, jo këndej, kanë qenë tha që theme. Absolutisht, po në përgjithësi, Shpëtim, në momentin që dy artistë bashkohen, është një lloj tendence e njerëzve për t'i bërë çift. Sidomos kur kënga është e bukur, domethënë ka një kënaqësi që këta do të jenë patjetër çift. Shikoni, vetëm një moment, më falë që po ndërprej. Kur flet Greta është shumë bindse në këtë rast. Po mos harroni se kjo vajzë merret ka pak me politikë. E merr në vesh ju. Jo, nuk ka lidhje. Jo, kujtova një herë publikut. Sepse mund të harrojnë. Unë besoj që publiku shqiptar është kaq inteligjent sa të kuptoj shumë. Kupton shumë. Vërtet? Po. Në këtë rast, ju e thuni me këm ngulje që çdo gjë që ka çakollu në Kosovë, se ti ke pas sigurisht, ke përcjell media të rozë. Jenë thonë shumë fjalë, jenë thonë shumë andej, shumë këndej. Unë kam tentuar me pyet edhe këto Arianin, a ka pas diçka të vërtetë dhe më ka thonë në studio jo, më ka thonë me fjalë e kam ndjekur emisionin tuaj. Vërtet? Po. Jemi të ndjekur. Jeni të ndjekur shumë? Faleminderit shumë. Ju na bani të ndjekur. Domethënë mysafir që na vin këtu edhe. Unë për mos me të, okej, e kam një video e cila dëshmon që ju keni një lidhje dashurie me Arianin. Unë e kam një, po mënoj, ekipi jonë ka punu shumë që me dalë tek vërteta e kësaj pune. Po di, po di. A je sigur? O, jam shumë e sigur. Vërtet? Po. Okej. Nëse bani mikrofon cili ndëgjohet në salë, sepse do të shkojmë edhe me një video që do të montojmë në emision. Aida, faleminderit. Greta, nëse mundesh, të spostohesh një qikë, thonë ju nga Shqipëria. Po. Në Kosovë thojmë shtyu. Edhe në shtyu i themi. Vërtet? Këtu? Po, pak me... A je gati? Mu edukat mund të themi spostohesh. Unë kam një video që po sa merdi nga një lagësi. Shifet do ta shihni ju këtu në salë që jeni për momentin, po do ta montohet edhe në gjatë emisionit. Është Ariani, është miko jon Golden G, i cili flet ekskluzivisht për emisionin Kosovë Show në lidhje me thashe themet në mes Greta Koqit dhe Qokit dhe Arian Agushit. Shkojmë! Përshëndetje Shpëtim, këtë intervistë bëja këta për ty, për më ta kallëdunit në vërtet, ma dhe që e gjë dhe Greta në emision, e përshëndet shumë, po lidhe unë u konë dikur, po ma nuk është, e na lidhë për në fillim, edhe pse e të pranë nuk të që me bo, garantu të të pja ditës, po në stu të kërkojna. Që e vërteta është që ajo, do më të bo publike për emisionin tonë, që më së thaja jo është që është, se më zi për thot që është,
është e vërtetë, nëse thotë që nuk është të rrejt. Që vete, që tashe, ku ja për ranë, ka të zënë. Kë? Ne falenderoj Marionin për këtë sinqeritet. Për këtë sinqeritet i cili e tha ekskluzivisht për emisionin tonë në Kosovë Show. Greta, qik për politikë. A i mos ka një Greta tjetër se për zotin mu, jo. Mos ka një Greta në qarkullim këte. Andi nga Presheva, ku di unë. Në video thot që është e vërtet që kam qenë lidhje me Greta Koqin. Po rren, more, juve e keni bo, rren. Rren djali. Po rren pa tjetër. 2080 i gjatë. Po rren, s'ka rëndësi sa është. Rren. E tash kujt me besu na, ky thotë është e vërtetë e pa i për herë të parë publike në media, dhe ju mandej thoni që është kënjeshtë. Mu me mbesu. E pse ty në këtë rast? E pse këti jo për shembull? Po se s'është për të besuaj, po ti ishte për të besu, vinte këtu dhe e thoshte, ose e thoshte kur ka qenë këtu. Ju e Po e keni... kam shok, more. Amo shoku po thotë që është e vërtetë. Pa, shoku, po the mune, ka një Greta tjetër, po mu jo. Sigurt? Sigurt. Regjia, po me gati me videon në Itali, gjatë një udhëtimit të Gretës ku shihen duke u puthur Arioni dhe Greta Koqi. Vazhdojmë. Do të shihin montazh aja pastaj. Ta shoh edhe unë pak pastaj. Do dalim aty në regji. Çka mund të thonë Greta për këtë? Të vërtetë që sapo na erdhin në Kosovë Show. Ose Ariani miku juaj. Dgjoj Gretën tani. Unë Arianin e shpjegova, e kam koleg, e kam shok, e kam mik. Arsyeja pse unë po zgjatem në këtë bisedë është vetëm në respekt tëndin personal dhe të formatit tënd, sepse nuk kam folur kur dhe nuk flas kur për as në një lidhje të mundshme, as për ndonjë që ndërron të lidhet me mua. Jam shumë serioze dhe shumë korrekte në këtë gjëra. Po e kaloj pak me humor për shkak se është formati për ta kaluar me humor. Ama të kuptoj, po jam do punë që s'bot hajgare. Them na. Po unë s'po bëj hajgare, unë po them që jam shumë serioze. Kur dikush e pohon thatë është e vërtet, çka i them në aty djaloshe për shkakun që na sjell ekskluzivitet në Kosovë Show. Tash ai djaloshi një ka qenë në Tajland, çuni, që quhet Golexhi, dhe mund t'i ketë bërë keq Tajlanda atij se ka bë plazh atje, ku diun çka ka bë. Okej. Edhe ka humbë edhe një koncert që e kishte me mua në Milano, se nuk arriti dot avionin. As ti nuk ike në koncert? Unë shkova, ai nuk erdhi. Dhe them që në një tajlandeze, në një kineza, çka ka pas atje, ja ka përzit trunin dhe nuk është në Terezi djali. Mos i duk është ti si tajlandezë, ndoshta. Se je kështu nga natyra i. Mua më thonë që dukem çik si turke kështu po. Edhe turke, po. Edhe tajlandeze shkon, apo din. Kështu që them që ai nuk është në Terezi, kanë bërë keq pushimet. Po thu që po gënjen Arioni në këtë rast. Po gënjen Arion. Sigurt? Sigurt. Vazhdojmë me pjesën e dytë. O, ky është i madh. Kush këtë rast? Ti. Është e vërtet? Diçka serioze shumë, po liga jo në kohë, kështu që s'kam që me bunë. E përshëndet shumë edhe kallëzoj, thuj, përshëndet dashnia jote e vjetër. Qa bëni një mirë ju? Përshëndet dashnia jote e vjetër, thëtë. Ky. Po, quni. Quni nga Tajlanda. Që sa po rini që 20 vjetë? Ti me Arionin? Thë dashnia vjetër. Unë Ariani jam njohur në dasmën e Sinan Hoxhës. U martu Sinonja? U martu. Urime shumë mirë që u martu Sinoni. Sinani bëhet bab tani. Vërtet? Po. Bab? Po bab. O, ri që unë është për bab. Jo më fort i ri. Për të pare ka? Debel është ai. Jo, mos e E shah. përshëndesim se kemi mik. Nuk do të më Sa, Arioni? Në syt tim mos E shaj përshëndes asnjë. dashnin time të vjetër. Të dedikohet ty me fjalë dashurie. O, kjo është një lojë e Arianit edhe e juja bashkë me Arianin, të dy. O, mos më gjithë thëmë na bishta, me konë tham unë kam diçka me filan fistek ken. Po thëtë quni se, pse s'tha unë në këtë rast? Që e zoni regjia? Kështu që kjo kja se e bërket punës kitë komplet i lidhës. Ju përshëndet se kaloni të kjo ma mirë. Shijem edhe hera tjera. Shijem edhe tjera. Po, për komplet to, kom një fjallë që është ka nga Majmur. Si më ndjeva, dhe ku petin shpetimi së është e vërtet.
Qiko, unë jam e informuar. Tregona për momentin kështu. Jo, po jam e informuar. Disa rënqith. Shkoni. Që rënqith, kur s'kam gjë, shko. Po bashkë kur s'ke gjatë që rënqith. Kur ke thu, okej, ka. Po, unë e di që ti bën kështu rënqesh. I baj ka pak. I bën, dhe këtu e ke lezetin ti, pra ne ke audiencë madhe. Faleminderit shumë. Leta do kiti për Gretën. Greta! A ma është ciklet, pa kur se dikush po kam bazë, stoj për lathoj me shqiptarët në Kosovë. A di me të ngjit iftira që shtojnë të dra, me ngjit bishta. E falenderoj Marionin për videon që sapo na bëri nga Tirana që deshem ta vëm në ciklet pa Gretën, po Përshnes edhe unë Arianin. Përshnes edhe unë shumë. kur thua Arionin pse prek këtu? Jo më rregullova këtë. Okej, thash pse prek bash aty ku nuk duhet me prek, te mikrofoni. A do të ketë bashkëpunime të reja me Kosovarët? Në këtë moment që po flasim, do më thënë do ngrihem nga këtu dhe do të shkoj në studio, sepse po punoj një këngë të re. Që do bësh nga këtu? Do të shkoj në A, studio. do të qohem? Po do të ngrihemi, themi ne, apo do të qohem, apo do të shkoj, apo ku di Ma unë. mirë, ma mirë ngrihu. Po do i kështu në kuptimin e qumjes. Do më thënë jam duke punuar me një projekt të ri, që shumë shpejt do ta sjell. Besoj për para verës, shumë shpejt. A do vish me paparollimin e videoklipit pastaj? Pa tjetër, unë kam edhe një klip të ri, Tani? të këngës Jena Nimoti, që ka vetëm 4 ditë që është lançuar, po. Atëhere, do e bëjmë promovimin e klipit e fundit në emisionin tonë Kosovë Show. Me shumë kënaqësi, po pa tjetër. Bëmi gati me videoklipin e Greta Koçit që sonte e promovon në emisionin tonë Kosovë Show dhe kthehemi pas pak me Gretën në studion tonë që sonte na solli atmosferë të mirë, po normalisht pak një frikë ka pas të vogël, po me kalimin e kohës e kaloj edhe këtë sfidë të vogël. Shkojmë me videoklipin. Ku shkoj ti? Ku shkoj? O shpëtim! O shpëtim, ku je, more? Jau! What's up? Kur gjo, sen? Si e ti? Mirë. Sit down, please. Em si shpeta kur t'vjen e koll venin, e req bitin dhe ta resa bitin. Urno, gut. Po sa i bukur u bëne, more. Falenderoj shumë, unë jam kështu tip facer. Repin e bëj që një kohë gjatë kum panë të bashkëpunime të raperat Kosovës, po unë jam shumë in kundër tyne. A shof? Aja konga që e keni bo me atë djaloshin Golden Gia, se ka emrin, është konga ime. Atë konga e kom kënu me nënë tem, nënë e kam këntare unë, po e kalar njerë për momentin. Kështu që nëse i interesu me ose që ti parat, ose kongën e bën temën. Të në ndush. E mësi shpeta, jau! Greta, po? Po, Greta. Vje mirë, Greta. Gëzuar, vje mirë që takova live. Po ti nga Hollywoodi ka ardhë, si shpuna. Unë Hollywoodin e kom kriju une, nëse nuk të vjen keq. Hollywoodi është për mu është një pik në qanë. Unë është këq i vogël kundër MC Shpetës, sa që nuk e shë Hollywoodin. Ashtu, a? Po, në kemi të një studio tonën urbanën Komoran që e kallim repin. Po, ndërpreva. Jo, thash, a kam nderin unë të këndoj me ty? Se... MC Shpeta është... Pa të gërshër, që i ke ato gërshër? është simboli MC Shpetës të prenë. Simboli MC Shpetës, nëse je mashkull, të banë synet. Nëse je femën, t'i këput flokët, cilën dush. Pas ka rrezik? Kam kënaqësinë që je këtu sonte si je femën të respektoj nga Shqipëria. Shqipërinë e kemi nën. Faleminderit. S'ka gjë. Kur të kesh nevojë për kësi dojete të kallta të MC Shpeta, vish një mesazh në Do më libra. thonë, e kam shansin. E ke shansin të shohë sonte çish po performon vajzë. Okej, ta bëjmë një provë. Unë e njoh edhe një vajzë atë Enin, ty s'kum pa kurrë. Ajo është gocë e mirë. Ajo është, kam respekt për atë vajzë, do ta çoj në Hollywood. Është e famshme ajo, unë tash i kam dalë. E famshme kum pa unë, normal, ç'mendove ti? Se po të punë famshme ata. MC Shpeta. Po ta rreja më fal për kështu. Greta. Greta, mbi emrin? Garbo. A Garbo. Çfarë fam mbi emrin interesant? S'më bën koçi. E çoki.
Nëse ki mungesë... Koçi. Është shumë bjemën i mirë, po më pëlqen nësë... Okej, më fanë bjemën, ja. Karakteristik. Nëse keni nevojë për MC Shpetën, një mesazh në Viber, ekipa pagesë, kam parë ballu, kam parë kështu miliarder, jam big boss man, po. Ku më qëlloj ky fat mua? Është fat i hidhur, është fat i hidhur nëse nuk gaboj, kur të kesh nevojë, të bjen karriera, të bjen, MC Shpetës VBN, cik mesazh, MC Shpeta, çonalt. Bili, je vajzë e re, atin kështu me perspektivë, ty të qej ma letë nalë. Atin se kam qef të rejat biqularë, këtu të vjetat e kanë kalu kohën, vetë të shkojnë të përshojnë pak në shpi, MC Shpeta i qenë edhe plakat, për nuk dënë. MC Shpeta së dënë, kam qef me të reja mi që. Me të rejat, normal se ti repist je, nuk shkon me këngëtarët djetra. Jam repist, jam edhe basist. Kështu, unë jam, pse jam në reper maj modhi se unë vetë orkestroj, vetë i bi bubnis, vetë i bi sindit, vetë këndoj. Pije pak se ta pi. Golden Eagle. Falenderit Golden Eagle. Talin të konga. Konga që keni këndu me Arionin është konga ime, ja ku më falë, se më dhimni. Më dhimni një 3 karrierë, unë i fali se ane. Unë kam kongë, asë sa ki flok në kryti. Sa ki qime. Po më nëjnë kokë, flok, kështu. Unë nuk e kam ditë se në menum se aji Arjani e kishë marë për sipër edhe aji e ka realizu këngën. Dhe teksim se që ka jotja kënga? Po, këngët e mija janë qas të mëdhaja, qas hitë sa se unë i bëj këngët i lanë në shpi. Nuk i publikoj. Ja, se publikoj. Ingo nana, baba, se këtë fonset e mija në fonsa familjarë. S'kam fonsa në sikur ju kështë palidhe, në këtë botën fonset. Në kam të mitë, la. Unë e shkoj koncert në fonset mi. I hypi avionit pej Kosovës, shkoj në cërim e 500 vetë. Shi. Aty maj koncert dhe këna prapë e 5 vetë mbrapa. Atë nuk jam unë e kështu tip, jam tip mangupe, atë Po ti që ke i madhë, mor. Shumë i madh jam. Atë që i madh jam se nuk e mendon t'i vajzë. Kam se në të mëdha tjera, e kam babën e madhe, kam vllahën e madhe, kam injëm. Moj me të sfidu për këngën time kur dush. A mund ta këndojmë bashkë, mund ta kem nderin edhe kënaqësinë? Kushton shtrejt, gocë, se je gocë Tirane, kushton shtrejt. Ta jep mundësin... Si me qenë të folë me Timberlandin, mërë burë. Kush është taj? Kush është për muaj? Kush është mraj? Kush është mraj për mu? Kush është mraj? Pishpërik Timberland, shtoj të reje, pra, thot Timberland. Qërë thua? Mos lutem, qërë thua? Qërë thëm, bra? Si është tuneli nga Shqipëria? Mirë? Se mëta me të pytë. Ky kënej është me mirë, nduket. Si ky kënej? Ky ka vim Kosovë, ky tuneli. Unë e ku ba tunel. Qërë thua? Po, mërë? Unë e për të qenik tunela, bira, qëka gjoj, fak, qeli se kam kohë të mjaftushme. Sfidoj. Hajde. Jo! MC Shpeta në mikrofon. Shkojmë me bitin. 800.000 euro. Jo, s'ka nevoj. Ti luma jënuse që të ka, mërë burë. Urdhro? Luma jënuse që të ka. Fa komplimenti pa lidhje. Se? Po s'lutem. Po ti i sukseshëm, po i famshëm, po i bukur, O, goce. po bos, po O, goce, fal. kompozitor, po gjitha po. O, goce, jo nusje, njëjës, shumë, nuset. Nuset, lutem. Okej. Ta brajme e fundit është Rihanna. E kom kallë, e kom po djeli, rej djeli. Ja, Shkemi klipin, jau. merë mikrofonin. Nuk MC Shpeta këna me syza, me ka shumë. Falenderem. Ja lëshje. Jau. Unë jam në provë, U që henza. tani jam prova ditë këndoj, apo nuk ditë këndoj, ditë performoj, apo jo. Nuk du t'a zo për të madhe, nëse ka bënë s'ka lidhje, këtu jam. Okej. MC Shpeta fal. Është njerëzore, është njerëzore të falësh, ti je shumë njerëzor, je njëri i madh. MC Shpeta. Po, MC Shpeta është njëri i madh. Lutem. Këtu ka shumë janë Ferrari. Ama mi hiq ato se 300.000 euro. Janë ngoj. Të rruja. Po kallët tjera në lalle, po kallët e kam shkuj këtë tekst në 2 natës. Normal!
Prishtina, sa herë që po shina. Ajo ka dhënë në me konetina, fakt që me ta mos mirinina, afër Tirana, afër Prishtina, sa herë që po shina. Nata është e jona, e ti e i jemi, ti e ai që sonte afër unë bedu. Hajde mangat me je, se për ty o veni, unë jam me jotja, ti e veç për mu. Fjalla për ty so fjall për o vepër Dashni në njejt, të ty të kena Dashni për jashtë, dashni për mena Dashke vërteta, drisa të jeta Kur ka si godi, kur ka si greta Mu fyrën koha, se gjashtu o aga Kur unë e vinga, të shërohet pjaga Ajo ka dhënë me konetina, fakt që me ta mos mirinina, afër Tirana, afër Prishtina, sa herë që na Prishtina. Ajo ka dhënë me konetina, fakt që me ta mos mirinina, afër Tirana, afër Prishtina, sa herë që po shina. Fermo të shumë, orë ndila okej Je maj miri kneja nej, Fermo të shumë, ndila pa fjall ti se më mandaj. Fermo të shumë, orë ndila okej Je maj miri kneja nej, Fermo të shumë, ndila pa fjall ti se më mandaj. Ajo ka dhënë ban, ajo ka dhënë ban Ajo ka dhënë ban Ajo ka dhënë me konetina, fakt që me ta mos mirinina, afër Tirana, afër Prishtina, sa herë që po shina. Ajo ka dhënë me konetina, fakt që me ta mos mirinina, afër Tirana, afër Prishtina, sa herë që po shina. Ajo ka dhënë me konetina, fakt që me ta mos mirinina, afër Tirana, afër Prishtina, sa herë që po shina. Ajo ka dhënë me konetina, fakt që me ta mos mirinina, afër Tirana, afër Prishtina. sa herë që po shina. Ka emocioni! Vërtet? Po ti e i madh! Hë? I Do madh? të përqafoj pak se... Ja, s'ka mundësi këtu, ja, s'ka mundësi këtu. Nuk ka mundësi këtu. Ka mundësi se dush. Me shkujdes e mund është Isha shumë emocione që po përfërmoja A me di pse ty. nuk përqafoj vajzat unë? Po pse? Mund mu ngull. Këtu. Po them mund dritën, e kupton? MC Shpeta nuk përqafon femra. Unë kam aq femra tash më herë këtu. Kuptova, Rihana kuptova. ishte... Shiko, unë e kam bërë këtë tekstin, po nuk më kujtohet saktësisht çka kam shkruar aty. Afër Tirana, afër Prishtina. Sa herë që po shina. Sa herë çka? Që po shina. Qysh? Shihna! Aha, se më lujë ke zemra, thash, shka po thu sa herë që po... Thash, s'ka mundësia, më dhëmë... Amo, nuk më mërë ke menja që MC Shpeta bjenë kësi lajthitja, din? Afër Tirana e di, afër Prishtina e di. Amo këto sa herë që po, thasha, unë se kam po ki tekst. Edhe në përvëdim që nuk mund t'jetë tekstim. Kështë teksti jot, mos sa herë që po shina. Jo, po kjo pse? pjesë e refrenit tash mund mos jetë e imja, din? Sa herë që po... Shihna. E, shina po! Shihna, E, shina po, pra. se nuk... E, këtu bravo! E, këtu bravo! Ha, do ulemi apo do të rish në këmbë? Si ke qefti? Ulla po në kem. Ulemi. E, ullë ma mirë është, ullëmi. I hekim syzat. Greta, tani jam shpëtimi pa këto beteret. Edhe unë do doja një duar të kitje shumë të madhe për ty, edhe pse ti i merr pak u Jo. shumë aty. Në këtë rast, falenderoj shumë Shkupi. E duan një duar të rokritje shumë të fuqishme për Gretën, sepse sonte na ka ndëru dhe na ka sjell një atmosferë që ne vetë, kur e bëjmë një pjesë të emisionit, kemë gjatë me po kështu. Falenderoj shumë Greta. Faleminderit ju. Greta, jemi krejtësisht në fund të kësaj bisede shumë relaksuse. Ne kërkojmë falës në ndonjëherë të kemi ngushtuar këtë muhabet. Je e mirësarë në sa herë të kish kohë. Ne të urojmë shumë fat në karrierë, sukses dhe shëndet.
Për fund, çka kemi na thonë diçka që unë s'kam pyet, e që ti duhesh me thonë. Jo, me thënë të drejtën është ndër intervistat që unë do t'a mbaj mend shumë gjatë, sepse edhe unë kam dalë pak jashtë natyrës time, edhe ju falenderoj me shumë mirënjohje për ftesën, ishte shumë bukur, dhe më thënë dukeni shumë bukur kur ju ndjek në ekran, po këtu njerë që ka një publik jashtëzakonshëm dhe një atmosferë jashtëzakonshme. Që na ka nga Shkupi sonte. Dua të përshëndes dhe të falenderoj me shumë respekt gjithë stafin tuaj dhe në veçanti një showman të jashtëzakonshëm si që ti shpëtim. Sonte Miniere, pra ishte mikja jonë Greta Kuqi, që ne falenderojmë dhe urojmë shumë sukses si që ka tani dhe normalisht hala ma shumë. Greta, falenderoj shumë. Falenderoj dhe ju. Marketing dhe shihemi pas pak. Nga jeta kam jetu Pati më malkoj Ajo vajz mu largu Sa të desh aty Jo as vetë se di Ty të prezonat o muj vajz O me lot në sy Unë da pala ty një butel Ti më fale da shuri E bukur është jeta moj vajz O për ne të dy Unë da pala ty një butel Ti më fale da shuri E bukur është jeta moj vajz O për ne të dy Jemi rikëthy në pjesën e fundit të emisionit tonë të përjafshëm në Kosovë Show për t'i falenderuar ata që vazhdojnë të na ndihmojnë, që ne t'jemi çdo javë me ju, njëkohësisht edhe ju me neve. Po më pëlqen vetja sonte, interesant. I falenderojmë, shkojmë në diasporë, në Zvicër, MS Finance Group AG, Mësërinë Curri Basdel Lucern, ofron kredi private me normat atraktive dhe ekskluzive të interesit prej 7.9 deri në 9.9%, kozgjatja 84 muaj.
Gjithashtu, mund të zëvendësoni kreditin tuaj të mëparshme me normat e interesit të lartë përmendura të gjithë përpunimi i rastit tuaj është pa pagesë. Atëherë, poshtë ekranit po ju shihni numrat dhe adresën e MS Finance, thirrni dhe interesonu për kredit tuaja personale në Zvicër, në 3 vende pra të Zvicrës, Zurich, Luzern dhe Basel, që të merrni kredi personale në vlerë çfarë ju të keni nevojë. E merrni informatën për 30 minuta me së larku nga personeli i shkëlqyeshëm i MS Finance Bank në Zvicrën e bukur. Kthehemi në Kosovë tek kolegji më i madh universitar, kolegji Fama me 4 qendra universitare në Kosovë, Prishtinë, Gjilan, Mitrovic dhe në Prizrenin e bukur me drejtimet ekonomik, juridik, shkenca politike, psikologji, për kujdesje dhe mirëqenie për fëmijë, studime në 2 nivele, bachelor dhe master. Kolegji më i madh universitar në vendin tonë, Fama, një datë rokiti për Famën. Faleminderit të dashur publik që sonte na keni ardhur këtu në sallë nga Shkupi, një grup i studentëve që unë i falenderoj për ardhjen dhe atmosferën që na keni sjellë sonte në Kosovë. Faleminderit shumë. Ikim në Gjilan të bungu SHPK, këtu ku jam ullur prodhim vendor, prodhim nga bungu. Ju e zgjedhni cilin model dhe bungu SHPK për 10 ditë u asjell në shtëpinë tuaj. Pijen zyrtare të emisionit ton, Frutex, kompania me madhe në vendin ton për prodhimin e pijeve të ndryshme, si energji, ashtu dhe relax. Njëkohësisht, kompania me madhe për quarjen në vendet e ndryshme të botës, prodhimin ton vendor, pra Gold and Eagle dhe gjithashtu Relax, me të relaksu shpirtin. Faleminderit Frutex në Suharek, në Lipjan kthehemi tek Dino Kompani, kompania e jashtëzakonshme në vendin ton, që mbron një ceramik nga Dino. Për shitjen e ceramika o të prodhimit italian, ndërtimin e banesave në Prishtinë, në Fushë Kosovë dhe në Lipjan të kualitetit të jetë të lartë. Shkojmë në Slatin tek Mondial Park, restoranti për organizimin tani me jeni në kohën e tyre të dasmave dhe ahendjeve tuaja familjare, një ambient jashtëzakonisht i mirë, shërbim profesional vetëm në Mondial Park mund ta gjeni. Ikim në ata që na sjellin freskinë në shtëpitë tona me ujë, janë Caja Kompani, kompania me madhe në vendin tonë për shpimin e puseve në gjuhën tonë popullore të bunareve. S'ki nevoj me prit komune me të arshë ujnë, e qelë bunarin tanë me Caja Kompani deri në 500 metra thellësi, edhe në nguri thatë, me loj gjënësie të gypave. Dukin Aidës, Verona dhe Kaltrina Fashion në Ferizaj, dhe me thonë, ato që ka vesh Aida janë prodhim vendor nga Ferizaj, nga Vlora dhe Kaltrina. Si dhe Dukjen, si zakonisht studio Verona në Prishtinë. Falenderojmë dhe Urban Studio në Prishtinë, i cila na pajis çdo javë me fotografi personale dhe gjerime të ndryshme për emisionin tonë Kosovë Show. Palon anash në asnjë moment stafin televiziv të First Channel, i cili bën një punë të madhe, ekipa që kam këtu përpara, kameramanët si dhe regjia televizive nga Genta dhe Antegona dhe një ekipë tjerë. Faleminderit për gjithë ta që na ndihmojnë që ne të jemi çdo javë me ju. Atëherë kthehemi me mysafirën e fundit për sonte. Me heret ishte Aida dhe Greta Koçi, 2 vajzat të reja. Do të hecim pak, do të kthehemi pak mbrapa në kohë. Jemi mësuar për show të ndryshëm dhe misione të ndryshme të ftojmë vetëm njerëz të cilët janë të trendit, janë njerëz të ri, janë njerëz me karrierë. Emisioni ynë tani ka dëshmuar që ne thrasim edhe njerëz të cilët mendojnë që janë të dobishëm për publikun tonë. Sonte nga rasti kemi të ftuar një Bacin Ferrat, i cili është hiç më pak se 88 vjet, po është djalë më i ri se korona. Hajde Bacin Ferrat! Art si vera, hajde ka dale. Du me ardhë me të morë që ka, ta hongsha plisin e bardhë. Hajde këtu ka dale. Nuk vynë kë. Ja vynë. Nuk e do kraleva. Po thua, nuk e do kraleva, ma në me në popull. Hajde Bac. Ka dale, du më shoqënu, qëre. Po të mojë se ti si e për më të mojë, se ti e ma i ri si une. Po vallahi po. Po me fendon pak, ha? Hajde ma ngat me je këtu Bac. Nëse që vek. Pse për manë që shtog, vish me thonë që kam shtoga, që ki nevoj, ti nevoj s'ki. Ka proj tut na pe ka proj e në malë. Tutesh, edhe e mon këto. Që to, shaq që kam. Shaq, mi mrama dhe mirë se erdhe. Mirë kufshi, mirë o gjithë që më gjithë më në kufshi. Bac,
Jam një fshat mire, na? Heket e shtag. Mirë mlama dhe mirë të merda. Me çka do më shërby kemi? Mirë kofshi. A don energji, a don relax diçka? Cile be don? A don kësi energji e pak me ta rrit energjin, a don mu relaksu me një pije për shembull të portokallit? Po jam jam katonor i thjesht edhe njeri pa shkollë, sa në ty bendi. Ja, ti çka din ti? Çka din ti? Në veç, për dhi, so brina i ko dimet kalëzu. Sa i ka dhija, bac? Do janë pa brina, do i kanë ka 2 brina shpyt. Do jam pa brina. Bac, mirë mloma dhe mirë se na erdhe dhe sonte mysafir në Kosovë Show, gëzuar me... Jam një fshat miren. I lindur me 1928. 27. 1928, te Hoxha jam i shkruan. Te Hoxha? Valloj po. A i man men, bac, prej që ki bon 10 vjetë e krena krejt qëtu. Të Ja, i vjetë. moj men se pe tute, ma shumë ku mojt men, se që moj men pe shkollimi. Se unë jemi pa shkoll. A ki bas shkollë të kryme, këtë nëherë me i tepe këni thonë ju? Valloj, me i tepër nuk jem konë, me i tepër në shkoll, fillore shkovët jem konë. Serbijës, Serbis. në Kosovë. Valloj, në dobra shepës. Sa gjuhë i din, bac? Pa i valloj, jem konë mënu me mësu harabishtën, po më ka me të gjys, apo din? Pse bas gjys? Pse ishe pështjelt, për mrapsht për shkrujke. Dhe më thonë, ti nuk i qef këtë rabishtë në mrapsht, që po mënej për mrapsht Valla, që unë e shkruhet. kam që vesh shqip drejt. Vesh Shqip, Valloj, po. gjuhë tjera nuk i din. Valloj, nuk i kom në fërzër, se me dho zër në ta kësha di, dhe i dikon, për nuk i kom në fërzër. Bac, mirë, të regona pak në pika shkurta, këtu 8 vjetë, sa jam për ty? Valloj, për mua, Pe di ku pe qëtës? po të mirën e pedi, po tut në ka pak se mës për kone ka prëllu dhe shka. Ja, s'ka hiç lirë, këtë na ka projë s'ka hiç këtu. Jo, për thoni. Pa që ki. Vitë qaj djali në kuftë ka projë, ja më djali. Ja më arti djali mirë. Jo, braj, ko ka pa flok, ajte. Ja ka pak po. Jo, pa flok nuk je tut në. Çka dhe me thonë bas me jetu një jetë 8 vjetë me koni këthjellë, sikur ti edhe më tarë më ullë këtu pa të majtë kërkosh. Juve jam një fsha më spori, jam një fsha të mirën, në respektin e juve, që më keni respektu me orë djerin këtë shkollë, se nuk e kom shërbu me orë këtu. Ti e meritën. Pa thënë shërbimi e meritimi atë që shkojnë si paralel. Po, e meritën që jo. Unë e suni daloj këtu, po më rrët. Aj, dallon ti mirë. Veç më spori, unë jemi kënoqen me brezin e ri, shqiptar, shqipfalës, tradit komtore shqiptare, që ty mu ma dënë shpirti e përtë. Do më të vetë më këthy pak në fillim. Ju lutem. Bac, ju lutem, që me përposin një të batë rokitje, bac, që me kam lëgjem. Falenderit Shkupi. Do në me të pytë, bac, qyshin bon këtë njëherë martesat? E po, Hajde, primitiv, a? ju që i kini bon, po më nejtë parë tonë që i kanë bon. Qysh i kini bon ju? Neve në kam mësu, feja në ka imponu, Feja, po valoj, po. pse? Është e vërtet aja. Ha, Pse kanë thonë, mi po femnën, unë e më kënë 36, e më kënë shkuja 2 mujnë me drejtën Prishtinë. po, Edhe kër e kom pohën me kryq, pe i Kavkazi, ka namoj ligjerota fetore, beso, kjo e pa besushme, unë e mo nuk jem shkuar me drejtën Prishtinë. hecë shku. Se me drejtën e porë, ko 2 vjeqare në Vështri. Po, Pe i Vështri e vdotën është 4 vjeqare janë Prishtinë. po, qyshin bon këtë njëherë martesat? Të Hajde. unë po të kalëzaj. Në kuhen primitive, i sholla nuk jetë pupë, në Kosovë nuk vjen qeku. Po thu keqë kona? Ja ka një tash me orë për nështë e sholla, brez gjeri nuk e lejon ato. Se keqë konë po thuat hera? Ma keq, vesh, o dikës jem halo. Po, A fukrallak që me elo nga dikës, me fukrallak i këmi shkon brek. kini hek shumë keqë, baca? Valoj fort. Mo bre? Edhe fukrallak, edhe tut, edhe stëpt huj, Po, se me ka stëpt që ytë që të full shqip, po ma i ka laj shumë. Po. Se i thua, mos më bjen në korez, Në po vend bjen... keq. Po, a stëpt që huja nuk për të prek, po për të bjen gjithë ka. këtë njëherë ti, qysh i martu ti pas, ti konkretisht? Una, A ki po grundone, pa nuk e a ki full në heme të para si më martu? Po shti me rajt para gjemotit. Ja, ma që fatë rajtni. Po se moj menu në koror, grujem se kom po deri kur im shkua në aksham mrena. Se ty ve në kom po. Jo, bre, hiq. A vallohin jetë me post, as vesh, as moth, as post se kom kur. Mo, Kur më bre. kanë quë, që primitiv, që ku kërështit derin në katora, këni që ty... Po, kanë thonë. Kanë thonë fjallë popullore, në qatë me të djem shku në aty, e kom po e mlune, ty ben ja kom po ftyrën e mvike dhe more, se s'kisha po
s'kisha full me femna, kur jasha me nonën e me motër. Qysh bas kur ti desa e martu me femna s'ki fol, kur me femna të huja? Ja. Neve nuk na kalon, feja s'na ka leju me full me femne, e me qikt mizës ka thos bën me full. Mo për përizat zotit. Pasha që ta që i kam bol pu. E po thu që... Unë e pa thëm pu. Po. E ta shysh të tjetër kusha e tjetër problema. Do me thonë, këtë rastin tonë konkret, grunë tonë dhe që a ke prutin shpi. Se ke po kur. Ta kam pru, po, se kam pru. E pse apo, për budallaki po bojna na kështu, a? Jo. Po thu që koha këtu njëre ka qenë primitive, e ka morë nuse njëri, e ka pru në shpi pa burri. Ajo a vërtet. E mos më të pas pëlqy, që si shkon kja farë punë në bacë? Që për shamull të ashtë në kohën moderne, s'pel që në gruja thu shkon në shpi. Këtu njëherë që shkon. A të më mështit ti mua, juve, ju. Po. Inteligenca juve, a të më mështit as ti mua me do fjali me vjellone. Ja. Ta shonë do më të treguë një që... Hajde. Tonë vesh familja jeme se gjithë kush se ka di. Hajde. Unë e kum post feju me një. Ho, të që? Po, e vërtet është kjo. Kjo e vërtet. Mirë. Kjo dhe të dhe në opinione dhe e di. Okej. E mirë, balë. Kër e kum posën e të fejume, edhe i kum post hollat e qikët e miqalorve, besa dhe dojit e mijën ko këshëllak aty, po mirë po ndodhi një e keqe, po mu më bjen keq mu shprej. Hisë më se shprej. Ndodhë, u shkuaja punë. Ndodhi. Po. Edhe qash u prej ka unë e fort shkuva, unë i lash gjonë të këllut në divodhe, e shkuva e thash ati personit to e ranë hëj. Jo morë me të kalzu, pej Gradicën në Drenis, i ka 14 kilometra. Po. E jem shku, unë jam kumë në dhe kusherinave të më të qikat me zëllarve gjonë me në miruë, që kumë thonë për që ku përshkaj. Aha. E i kumë thonë e ranë hëj, jo morë me të kalzu e filonën me emën, Po. e kumë post fejume, min gjufë që një, pro pej sëdi me morë se marë për. Edhe e morë tjetër. Kjo është e vërtet. Mirë shumë. Edhe ma që fejun tjetërën. Mirë. Po mirë, po. Edhe e morë edhe këto që ashtu të primitiv, e kemi na i ka folë zëtit 8 fëmi, Mashallah. 8, 5 djemi ka me 3 qika, tonë jetë martë unë. Po. Du më të nalë të ashtë i pak. Du më të nalë pak shtu. Se i kumë pas 8 fëmi. Po du më të vetë, edhe një herë. Në juve. A ma mirë ti që i ki bo 8 fëmi në kohën tonë ku i ko i martum, atash këta të rritë që martohen edhe rrisin një farë me qanë. Në qanë rrisin, një masë rrisin, zbojnë fëmi heq. Edhe jo në gjallesë zëtit. Po. Po. Po cila ma mirë? Po, apo më vetë më mirë? Po. Po une nuk ku mujtë mi dalu ku a mirë, ku a keq, vesh në te poshe në përpizë i kum pravu Kësane? Po, se në te poshe shkësha ma kalaj, në përpizë ma me zarë. Mirë ki. Po mërbesh. E tash, 8, është me i bre 8 pora punga, duhet me pos Do para me pos. me po do lek ma shumë. Po. E tash lek të atëherë si sigur të sëdit. Gjithë kush nuk ka lek, pa po në njëfësit modhe në shtetë, ty be lek s'kije. Po thu këta që janë... Po qëta që ka qitë zëtë jo dhesat e mdhaj, a? A janë pej zëtë, a pej kujnë janë? Voj për Europën do vëtë. Ta po thënë pej zëtë, që këna liftua, këna vija dhe ne, se disku jem do farë hesapër, po s'di ato. Nuk e di baci. S'pa më në mërë bashkëna, ato veç. Qëre, ma ka laj me ble 2 pora punga se 8 porë se 10 porë. Ma kalaj është. Besoni ju. Po. Se me që ta lek të sudit, që unë i mësu me lek të Ahmet Zugit, Po. me lek të sudit, me ble 10 pora punga, vallohi nuk kije, për 4 muj së një bon për 10 pora punga. Sa një ban? A beson. Besoj. Unë e kum punue 40 vjetë i kom prenune. I kom dhe 36 muj në skupë me tjetër me emen, e ty be një pa qa morë. Mirë e ki po. Besoni si ju. A i kom. Shkrume. Pasha sytë po. Vesh po ngat 40 vjetë e shkuj. Po. Se pe i thmini e fukarallokim ka shtinë punë. Sigurisht, Anë nevoja. me rezëtë e nevoja. Po unë e tash, unë, sa e di unë, e që kum pritë unë, vallohi, ma ka laj me i ble 2 parë. 2 aponga, se 4 aponga, se 12 porë. Po thu ma mirë 2 fëmi si 8. Apo? Për mu e qa kom vujtë, unë se pa vujtë,
Nuk Pse la ki di. po ti të bas ti, për shambull? Pasha që ullë që i morë të ju, hoqa më ka shti se më raj këthe ke na dyja ki me bojt në guj. Po pëse hoqa së ramë bas? Po thu që? Në reta për pare rajnë përt. Jo bre? Vallohi pu. Mo, Pasha sytë pu. hajli koft. Ati kush është një forum që nuk livrit, as nuk leviz, vesha që na ka kryu. Kush është ai forum? Zëvëti. Po thuaj Nash s'e viz. Allahi, nash perenia, që është dush qajo një. Bac, i Oj. përmene ma herët, Po. gratë këtu në erë që ishin kontë mlume dhe i këtu. E the ma herët. O, e vërtet. Ta shtë janë të shplu me krejt. Po. Cila kohë është ma mirë si pas të jetë? Ti ke bërë 2 kohët. Se unë e kom edhe qika dhe reja, Po, edhe nonën edhe grunë që se ka po kërkush kur, po. veç ma e mirë është sëtë kultura sëdit se atë hershët. E pse po thu bac? Pse është e vërtet se mos me ka kultura sëdit, nuk e kishëm lirin me full shqip. Kalzana, ta shti neve. Po, A ma mirë u konë këtu një herë që i keni morë ka 7 gra, 6, 4, 3. A ta shti ka një. ajo ko jazik. Që jazik? Ajo ko jazik, edhe për fej edhe për njeri. Po thu se ko mira? Ja, ajo, qëre, unë jem rrit me gjonë qapan, Po. shator. Unë jem shku me dhane me dhi. Po dhe del mja, po një kohë kulturës plezhve, që na i kemi do moshkujt edha, pedhive, Po. edhe moshkujt desh për deleve. Po. Mos me posh kontakt e mardhonje, Po. se nuk e lejon feja, se lejon tradita. Po. Po mirë, po, qka u bo një kohë të vjetër, me fej, rëtullimet fetare, të zëte nuk ka rëtullime, aje ka kryu një, edhe dere në kiamet ajo një. A është qashtu? Qa është të thoi? Me ndim temin. Po. Po mirë, po të nëshi, unë vetë e moj men, edhe kujshi e kum pos, edhe më shkoft e vërtit e po që unë e ronë, qka ka rejt aj, theke një grue që vjen, me pare në blik të një grota. Jo bre? Me pare. Po, gruja është me pare të shpis. Po bimi shtep jashtë, ka drejt, Me ble. me blio, po ka drejt me punu një tokë që punuat Po. me pare të shpis, aje është e përgjithshme. Po thu se ko mirë që një martu këtu njëra ka të Po ka ti të bërë gra. nuk ka mirë. Mo bre? Vallohi ju. Na kem të kemo lakmi ju, thash i në knoq, 5-6 gra, që është Moni në për maru. i zatë zëtit, mos me lakmin më rapa me të një. Moja roni jam. Qërë Hala, bac? edhe një Po. juve, du më thonë, juve edhe tyne dashamirë, këta e në 3. Ta e në shkur e vlatë e mi, se unë jem stërgjysh. Pas jetë gjatë. Stërgjysh E e të më. rriqin një pat. E tash, unë po thëm juve, mës me ko kultura e 3-ve, na këshëm full ja arabisht, ja turqisht, ja sërbisht. Po na dhe këna full një ku edhe me karabiner të Italis. Po. U kujtolja pe 41 dhe në 43-ën, po që besa pe principit e pe tutë italian, italisht pa të me mësu italionën. Pe tutës për thumë. Valoj, po. E nuk e mësut. Ma ka la e mësa pe tutë, se që e mësën pe... Po. Se unë për e thëmë Pe qefit. unë për e thëmë fëmive të mi, se unë e kom edhe në fakultetet të mesme edhe në fillure. Me post tutë që unë, librin e kështë e lexu ma ka laj. Po, vallaj, mire ki. Tuta, u dorë thëjmë për gjenetit. Kanë thonë këtë një herë, edhe stupës edhe tutë e ndollë për gjenetit. Po, bac, kështu. Po. A i kone hen diskotek? Ku për thani? A i kone hen muzik? Kështu, diskotek? Balla Zhurëm. nuk ma dënë shpjeti. Nuk të karo? Jo, Mire ki. jo. Unë e shumë herë më kanë të tash pe i bojnë dhe dorës ma Po. familja jeme, mutra, djemë, nese. Qa është orë koha Po tash? mirë, po në typen po muj me qinru. Pse? As po t'pelqen, as po mund që në lënë. Jo, nuk, të unë s'po ma po në ruplimen. A i këthjel t'je t'i halaku, o e di jo në i Se këthjel. kush o tha juve? A i këthjel që kush ju tha juve, i këthjel t'je. Bac, Oj, i lindun 27-ën. tretit, 1928, nona më ka qunë lullak të hoxha, më më registru.
Me të shkru. Me ma shkru emrin. Sa luftra e majnë mend ti, në këtë vend Pa i që vallohi, unë e maj men lufta e parë që jem konë 13 vjeçon 40 nishe nuk konë. Luftra e parë. E para. Nishe e dyta botnore vesh... E para për ty? Bumja e parë që ka krisë në Prishtinë. E majnë mend? Vallohi, e maj men. Sikur sonte që e marë që tu. Mo bre. Pasha që ta shi, po... E majnë mend luftën e parë në 45-ën? Po, lufta e 40 nishe. 40 nishës. Po. Luftën tjetër konë që fa luftë majnë mend? Jem ko, vetë në brigadë që ma paloshe, jem ko. Cili për i kretë këtyne okupatorëve ka qenë ma i keqi? Ma i keqi, okupator, se lufta shlirimtare, bota nuk e ma men. Kush me kanë luftu në këtë Kanë luftë? luftu e qetnik me uqeke. Me uqeke? Kjo e fundit, po thu. Që kjo e fundit. E fundit. Se unë e ku mikë për i luftës sot e që pa vrohna. Po. Se mi pas di se sot që vek ty vesisha i ka. Po e se dhije. Po, e që beso. Po thu që kjo kanë ma keqja Me për ty. lista luftë e shkovë, se që kjo nuk kanë dërë as Bugari, as Austro-Hungarezi, se Austro-Hungarezi, Austria, Bugari në ko për 12 dhe 18 në e në ko. Po, Ha? po, Edhe Libra, theta. po, libra, thëtë, Po sigurisht. mirë. Për 18 se deri në 4 e nishe në ko Karagjërgjevist. A është e vërtet? Është e vërtet. Po, e tash, kër ordën Serbia, i ka nimu edhe Turki, edhe Mongoli, edhe Rusi. Këtu. A, vallaj, po. Kër ordë Karagjërgjevici. Se, kër ka liftuat... Qka majnë mend ti pas në këtë luftë? Qka majnë mend? Moj men, veç keq, se të mirë sen typen moj men. Veç keq. Vallaj, veç keq. E qka dhe me mend ty tash ti me këtë të të këqia që përne thu lufta keqe e fundit? A jena mush mend halona? Ju, Kur mush menda? mu shëmen, inshallah, mu shëmen, kër t'jo prenojna qësoj generate filozofin edhe dijen e tyne, nashta inshallah, generata jeme do mas meje, nuk ja vjep zëti manena. thua? Wallahi, po. Pse po thu për na pengojnë ta qka? Helm. Pse për pas po A ti shko helmi? Po e di. Ha? Po e di. Helmi pengon njerën në organizëm, e pengon natyren, barin, në gjallesën, helmi e pengon. Po thu që këta të Na muashme kemi- du të me hec, po thua? Ne kemi helmin ma të rezikshme që ekziston në botën njerëzore që tash e kemi helmin ma të modhin. Qka në kë helmi me i modi, bat, si pas teje? Po helmi Sa s'me janë- marrë vesh të manë. Po qëre tash helmi mundet tash mu prepilu edhe pe njerëzimit edhe pe kuaj. Ma forto pe njerëz se pe kuaj. Po thu pe kohës e kemi stash, pe njerëzve kemi stash, ja? Pe njerëzve kje. Qa ta mërmene për politikën, bat? A honë të na që mirë? Që për na thosin telefon? Qa ta mërmene pas politika jonë? Thuj nuk për kjena nga se na I thirë me thash. kual të ravit në shta. I thash, po. E nese. Qa ta mërmene, bat? Për politikun e sënë zdi. Apo na prinë mirë, si pas teje? Ja, me prija. Me Ja, prin ju, a? që kjo politik, kjo rran, kjo hajni, kjo nuk është drejtim me i zhvilluë trunin e njerit. Mo bre? Vallohi, ju. Që të të më ka mirë, Tash bat? do me ju vetëm në juve dhe trive, pe i vete që tajnë ma të aftëseun. Pe që ja keni nishin në fakultete, qëfar historie, qëfar shkence, po mësëni ju, pe akademisë shkencave të Kosovës. Unë e ku mësue pe akademisë Qubrilovicit, që ku akademik i shkencave të Beogradit. Kur ku mësune, pe 38 dhe në 40 nishën. E me fort të kuaja atëherë, se akademia jënë që kena doktora, profesora, qka Po të thu që shkina? Akademia Shkencave tona s'po punon kur gjo? Ja, me punuja. Mo? Se neve na u flesh hajnia, edhe privatizimi, Aha. edhe ky e manë ligjeratën 30 minuta, 40 minuta në fakultet, shëshnër, e që në ditën në për kafe edhe privat, që ja pagun privatnikin 1 orë, ja pagun 5 orë, Po. ja pagun se ka hesab. Po thu si profesori, Edhe ka privatnik që e merë profesorin me dhonë ligjerata edhe pagun tjetër kush vesh pengu e ligjeratën e studentëve të Kosovës mos e din që ka ligjerata. Edhe këto ne e bojnë neve. kush ne e bën pas neve? Po ne e bojnë kush o maj fort. Kush është më i fortë si pas teje? Po kush ka pora, ajo maj fort. Kush ka pare si pas teje? Pa mas pari ka pare, hishmeti jënë, udhecat, ta në atirat shtete. Po thu kanë shumë pare pas ta. Vallohi kanë pare,
Ku për ti për bas krejti ish, këtë për din bas. Pa unë nuk pëjdi se dhe të do të më rajt pak. Po thu për politiken që nuk është në regula? Wallahi ju. Ju, a? Ja. Me në me thonë para moralit juve dhe para poplit, e kam një ljup, një shtos. Ato me vetë, sonte me shku me vetë kalëzën që ty në regullë sa. Mo bre? Wallahi ju. E dhe lëpë të mesme pas ke pas? Pa ju mënu me shkollu se gjithë më një avlon libren të Të grashdi? ma këllaja që libren se me e që i shymin, apo mërveshti. Po. Se ma letë. Ja lenë që ty? Po, ja lenë që ty ndoshtë të hanë, ndoshtë të lezën. Po shko që ka hanë, të fukareja shko që ka hanë e ronja. Bat, atë karona e puna me shku në spital në Kosovë këtu, të na? Wallahi, pe 83 se deri sot në spital halo konë që jam. O, një duat rokitje, pe 83-ës. Se të me thonë, prej palin, une Do nuk më e thonë juve një, dhe të din këtë popull. Me 17 januar 1983 na u ka praptu treni në Rojmir. Në i mirë. Ndosh. Në velindjen temë të natë, për dinë. Ndosh e na praptu e ka pas dekon, unë e kam të thynë që tonë. Aha. Ka pas për ju i mirë, ka pas për kahmosi. Aty bile kanë met i dekon, një merë Miloki, punë e kënë gjyqë. Me gjithë grua, e ka pas gruën. Unë e bile më nëse me gjithë një vend më ullë. E gruën e ka gjalla e halo. I meri? I meri. Edhe me në me thonë para publiki, gruja ka 7 zonë. Atëherë o konë? Atëherë. E mas dekjes i merit, ka lind gruja, emnin e ka e gjallë i merë. Miloki. I manë mërë për 83-ës o bacë. Po e vërtet është më rëpur. Po e vërtet, po që tipi manë mërë ka shumë. 83-ës një bjenë dikon një 32 vjetë. Pe 17-it porit 83-ën një rakonën në katastrofë, unë kom në 6 jonë në spital në pej, e u konë një azem rocin, a i thishëm huqë. Po, Azemit. a i huqë hecë? Huqë, po nese, a i e kishë pas thyjë që tu, se u rokën me to ka sa fytëm në i mirë, tha e kini shërën e ma, thosë, ti huqë. Ti din që pa huqë, s'kom qenë me u të më kërkun. Tha po ti s'di që ka huqë, gjavur, ka sa fytëm, mas 2-3 dite, kur janë nisëm livizje, pisha huqën, dërën për pjetë në gips. E, thash bre, po mirë, po më vjetë, a e vë vravë të zivët e. Azem raci, i u i mirë. Po. Si qevës? E kishë thyjë këtu. I u i mirë, si qevë. Si qevë? Po, Besel Mehmetve. Po. Nese. Unë e kam të Edhe kur, mos i kote vjeku pjesë i Kur e po që anë qovë? Kur? As hap s'ki pi kur? Jo hopa pijune për tension. Për tension. A mo hap si po të dhem këtu, tensioni, a shiqeri, a... As guni, as midisi, as krohi, as... Jo. A që ranë, bac? A që ranë kështu pesh? Jo. Jëm konë Sirije, jëm plagua, kom dërë, kom hekrin. Po lipen Sirije atje? Loj për pare, për lek. Hekrin që, preke thumin ko kam. Po valloj për preki. Bac, ka së fort ju, qa keni hongë këtë një herë? Vallohi, ma shumë kom hongë kryp e kip, se që kom hongë që të rësanë. Vish kryp edhe kip? Kryp e kip, Buk kalamajt? A buka kalamajt, marafsh. E 2-3 dite që në përderdhë kënë mi thyje, ma shumë roshin të roshan të ukë, se që mu ishë mishtin guj. Ka pas këtë në herë thujnë burrat minjër, bac, këtë në herë ka pas burrat minjër. Nuk i kom zatit. Po thu që s'ka pas, ha? Pa, nuk mojmë me thonë s'ka vaj, qka s'ko buët, apo nuk i kom zatit burrat e mirë. E tash, a ka burrat mirë në këtë kohën, tash që pëqunë ti moderne? Ka dhecat mirë. A ka dhecat mirë? O dheca ma taftësim me vje, se sot, a kësë uva këpër s'ka pas. Mo bre? Vallohi, po. Unë vrojë që, ti më shkuft e vërtet. Jo, bac, jo. Po thu burrat mirë nuk ka, mo? Pa i burrat e mirë, i kom një për i dëploka, o theshen, valla shkot e burrat, pa ta nuk folin mo, që ka e në ko burrat mira, di kej që shkot e burrat. E ta shenë me da lomështim. Po kë lomështimi, që me shfrydzuar gjenerotën e re, e kemi në sot. Po mërveshti, Ka pak. Wallahi, qërë shka pa të dësti. Në unë i fshat mire një ume. Që ka po thët dosti? Dos e da ka mirë. Po ta mirë e ki? A di qka do me thonë dos? Po, bac, që jo. Shpirtnisht duhe dhe më dënë, se kem një gjumë për bashkët. Edhe dim që një kryes nga ka kryu mua dhe ty. Po. Nuk më me thonë harapit e kjo e kralit, po një.
me fort ai botës. Po unë tash po prekna me do mentalitet njerëzor që për morën do tjetra kohje. Unë e pesë që jëmë kalin, nona jeme, jëmë rritë, jëmë martue, e këmë bo thmi, 48 ne kemi pas zhduk havoljen. A di shko havolja? Po, që shjo. E mirë. Po tash që ka njës me havolje do dhe, jo që shko këtë në herë. Që shko këtë në herë basë puna havoljes? Këtë herë u ko dogagjinje dreni që kanë posë tërlik. Me pulla. Edhe shamijat bordha, tërliki. Edhe shola, bajgura, kena posë njëjtë. Ardha cakt që e në konën për të plice, e kanë posë tjetër vesh. Në shta ko këtë prej orden të plisë, kodë në shemë të pejtrive. Nuk më nërmenja që ka këtu. Që ta e klepë të për shkupit. Allaj, atë shkopjona? Shkopjon, krejt. Këta shkopjon të apet e kanë traditën shqiptore, pa apet kanë ardhën ma shumë një ideologi turke se shqiptore. Këta? Valoj, po. Mo bre? Po shazëtin, po. Të kona basë kështu një herë. Ki hjetë shumë se ki punu me tren. A, 33. Ki taku gjithë konë. Të lifore. Të rifare, të mirët këqi. Të lifore. Ka të në një pyti të më të po kështu. Cila onë i ka post qikat më të mirë në atë ku? E për femna, qërë që më të dështë. E po qaron, e më vrofë zëti, më shkëft e vërtet. Femna, se unë e kumë post tradit familjore. Kur të vjen mësafiri në trull, ato nuk do të mi këqyrë kur qëfar bukurie ka femna. Po për të vesë për në tren. Ju lutem juve. Ta shumë duhet, unë hina pak ma obimin ma të fedhë. Ska gajnë. Po une, kur më kanë orë kësë mushe, kësë generate në tren, kur s'ko mujtë me full me të, sikur me posë e vlatë mitë. Të besoj. Pasha që udhë që i morë. Besoj pas, mësë ban besë të besoj. Pe honit e lezit. Mirë. E dhe në fushë kësëvës, nuk ka thmi i ri që jakum, që shka pas bilet, që me jakum marë parët për bilet. Bravo. Ja. Mirë, për femës nuk në kalzove. Cila unë i ka posë burra dhe për mirë, bro. Ma burra, kështu. Për burni e kam fjallin. Për burni, valoj, kom zatet pak burni. Pak burni, ja? Kushe, qka prish burrin? Qka prish burrin? Kojta. Kojta po thua? Valoj, po, edhe rana. Po pa, po shkojtën së në ranë. Së mundosh. A i drejti së mundet më të rejtë, sa e do drejtësin. Po. E kojta nuk di shko drejtësia, as di shko familjarizmi. A i vesh ako me, si kur shtos, ako kur shko në ora, a i vesh kry shka me hungra. Po dhe na kemi një pjesë shtosve. Na njerës për thua? Na njerëzit. Mo bre? Valoj, Qka po. kem për i shtosve na? Po e kem për i shtosve, mas por i kem kojtën që ako me hungra. A nuk e këshirëm kulturën për kujna burujna, burimin tënë, se na jem për në gjallesave të botës, kultura jonë është me përsësme, a është njerëzërja. Të vërtet. Ju lutem juve. Të vërtet, bac. Pa tja nuk duftë në përkoj teme me akthy shpinën kulturës njerëzëre, a duhet Allah i? Nuk duhet. Mu ma mërmenja që s'duhet. S'duhet. Bac, kështu, ta është do më të vetë se ka politika Nuk e njo. nuk e nje politika. Ju. Nuk e nje. Vish për ti që nuk o mirë. Vallaj mirë sa. Njerit drejtësisht nuk i takon politika. Për parlamentarit nuk i takon politika. Kulturës shkollimit nuk i takon politika. Po i takon dia edhe kultura. Po neve na u ka përzim ma fort për na udhëhec të dhëtia politika që zhvillimi kulturës. Apo doke që na si popull bas jem të bo hop pak ty hala. Apo doke që na zhvillu pak shumë me të farë sa në moderne, kish pas thonë po jetojmë Kosovë, po pojmë se më konë në Zvicër, që po doke ty që kemë? Ja, jemi gabim. Gabim, ha? Pa, gabim jemi. Qështë duhet më konë si pas teje? Qëre, Ha? na, pe sudi, me pas lirin e plot, me pas ekonomin, zhvillimin, që ka i takon çdo personi, se tonë jemi njerëz, ha? Tonë kërë që me pas. Po. Qështë me pas, që kam takon? Ajo huja. Na nuk mujna me orë, ja, s'po bëjla për Zvicër, për Suedije, për nervizije, s'po hijane. S'po hinë në, ha? Valo, a ju. Se Larë janë. është dëpt, nuk o ferë për mu me hionin kulturë të Norvegjis ose të Suedis ku jemi na në Kosovë. A duhet ma? S'duhet. Valo, a i s'duhet. Duhet më shku shkallë, Valo, ja.
Unë e më konë Göteborg, më ka pas qitu edhe një herë. Edhe shkuva, udhëtum 8 orë me ani. Në tren, komplet treni, se na, unë ku këmë punu 42 shtete, këmë po drejtën konventa ndërkombëtare, rrotullimet pa pagesi kemi poshtë na. Edhe shkuva unë, e kam një qikës, në Suedi. Jena hyp na pe Polani, jena hyp na një për Suedi, jena shku në Göteborg. Ja këni zonë në Göteborg. Po. Kër jemi shku na për gjëmshëm edhe me një shoq temin i Hemsit Kosovës, e rokën dhëmë dhe uaj deri shkum na, ju bom. Kur shkum e pa në ata Suedez, jo normal, një rjajt, ata dishin që ka nevoj për mjeka, a është e vërtet. Vërtet. Po të na a jep kush zërë ato, ty bën jep zërë. Ja. E në orë na kanë kop për krohi. Na folqin, na valavesh, Allah e këber tjetër sem në sen, zima. Edhe na kanë që një spital. Kur shku në spital, mjeki, po i thet. Na kështë po me morë në kësi, a i thatë do të me morë infuzion. Pa infuzion t'i zgudzë, me nejtë kështu se mund është mu helmu. Edhe kanë morë ato, unë e me ta, unë e përshotit në ata që ka me bon, për këqyri kush levizja ka far bifeje. Ty e dini shko bifeja. Me pi i kafe? Me pi në isa. Edhe pishoj shkone bifeja spitalit, shkuva, unë, pa që i shko keq. I shko kur, pa, në tavolinë. E për logut? Jo, e pareve. E pareve. E tash aty raftet pe pijeve që ka dush, për shemë dhe në pe marqeton, po une nuk më shami ditë qëfar qëmimi kone, kisha zlëtit polanis, edhe marka Gjermonit, po nuk më shami a ditë me valutën e tyne, sa pa kështën kjo. Une meta unë. Erë një shqiptar me gruja alla frongë, se na këtë një herë ati, o ko pak primitiv, për neve mi pa grunë shqiptare. Alla frongë? Gracolak, s'ne boj ke feja. A qef këni pas? Ha? Qef këni pas mi po? Jo, neve na kena pas, që sim kur mi po kalamoshin ka rritet, po nuk o dzejshëm. Nuk o dzejshëm, da? Jo. Haj me det, haj. Haj me risutit. Erë i farë, unë e njofë ato. Erë me grua, ata vnesë edhe mi di qmimin, edhe pasha zëvëtin, jo mi pague, po qka pat pore në atë farë kurben, kajti ka more i ka qitë. I mur meta, unë, hajnë ma za ma keqë. Tash, po vjetë dikush, thesha që ka bojënë që me orë, asë di që ka po më thetë, asë nuk di që me thonë, kush i mur pore, zdi që ka i thonë. Qka me thonë? Kur gjo? Valloj, vesh kesh në gjenje, edhe pej tut, edhe pej marje me dik. Jo, bre? Ja, e më vike mërzi, edhe të që. Edhe përfundimi që shjerë sa e punë? Përfundimi i mur, por e i shkoja jaroni, shqiptori, sa ty ben gjë. Mo, bre, i vjedhi po thua? Ha? I vjedhi por është ta? Pasha që ta sy, qka ken pore, i mure, pini, pjen pa pore. Mo, bre? Unë e meta unë. Na, kështë si jem hojlan në shqiptarët? Po ti më spori ki edhe u hecin, kryesur e ki hojna. Mo, bre, bajtë, po thu kështu, bre? Qëre mo, për kjo vërtet, o burë. Për shpe janë gjithë, se me janë qitë e kjerë unë. Ki azopa, di që ka thonë fjallë haroba, turka. Po. E në qitë ja është azop. Po. E bonja, e bojt me shnetë kush e ka bo. A është e vërtet? është e vërtet. Batë, je kështu burë e nërshëm edhe me plisë barë, që pëtaj se pëtaj shumë plisin. Ju rrit njëra. Plisë figurë shqiptare kjo. Ju rrit njëra. Do më të vetë kështu, jena ka funi më abetit. Ani. Për ty, a për para është ko mbi a theja? Ja, unë që se duhe komin fejnë se duhe që. Po thu, pas pari... Pika e porë, Hajde pas. në më vesh mua si person. Ty po të ves, po. Pika e porë e respektet është që më ka kryu edhe shnetën. Po. E dyta o ma shnetës te mo komi. Komi. Fjalli shpjemja. E ma shkomi është pia qëfore ta kone e pen. Po. Ha? Mirë. Feja është ku pia, si shymi. Ka ta dërshpirët e merë. Me kom nuk luhet, asë në merë tjetër kom. A mund e merë komin, kër i e shqiptarë me morë komin harap. Së në merë. Ose Sloven, ose Turk, a mund e merë. Jo. Sa dërshpirëti. Sa do shpirti. E valoj kombi. Se unë e im rëk një ditë, Ha.
në rëmrëk me një ditë me të me mjekra, për tash nuk për t'jam haqia o hoxha, qka o, për do mjekra shumë të mdoja. Po. Në autobus. Tha osh, thash, hoj. Tha pse bon, tha qiton, po më vetë muaj. Tha shetë, ko ka i shkollum, kë marrë në i ligjerat për i tina. Po. U ma që ka më vetë i rivë, se me vetën e të rivë, që s'dim shkeve. Po. Thash, unë e këto e boj, bobe, babgjysh e stërgjysh, e kanë boj. Tha, qëfar besime fetor kje, tha shqiptar. Unë për i thamë, Slatin, e dini Slatinën? Mirë. Thash, unë e me besim shqiptar. Tha, jo, besimi, thash, komi shqiptar, për thua. Thash, po besimin shqiptar. Tha, pse bon, tha këto? Thash, unë si komi tem. Tha, din, tha, qish mislimoni këto zvon mi bojt. Pasha që tu, si e morë të ju, që shto ma ka thonë, qaj me mjekër, a hoxha, haji, qa ke, a e din vetë, që unë nuk e di. E u nervozova, e u preka pak, po i ligi bon shumë. Bon. Ma shumë se i ligi nuk bon kërkush, ha? Bon. E, Trimi bon, thëjtë. ja, i ligi bon, ma shumë se Mobre? Vala, po, Mirë. me kanë ka 3 mune, që aton, Mama. ja, valla, ma nënë që mu komin, edhe babën edhe nonën të lirish, sa ma shumë maronë së më vje. Edhe që ka i thëtë në fund? Unë në fund të thash, a ti s'ka thash, a përshdryp tja përshdryp jonë, thash edhe, kur më morët mollit posha, qa me thonë, me shosë gudzoj, Kur në morët mollit po. qa qërtë posha. Bat, qa kimi thonë këso rinie në vendit tonë? Renish ka me thonë, Hajde. me përësit, ja dhosh zëti perspektiven, e ka ndër, edhe kulturën, edhe dhe të din komin e gjuhën, qëfar gjuhën për full, në full gjuhën shqip e ka komin shqiptar. A, o qashtu? Qashtu është? Në full turqishten është turk. E dhe t'ja din vlerën e turkit. Se vlera e turkit e komin shqiptar nuk janë një. Valla, e që janë jetë. Nuk janë. Pashasit ju. Janë tosh në jemë shqiptarë. Pa na jem shqiptar. Po turki ka thonë shqiptari, është Arnaut nuk ka kom. Kjo është e vërtet. Kanë thonë tushit, që shtë për neve. Para ku është, ali pas të pelenës, kërë u bo pas që e ka dhonë të pelenën, e ka E dhonë kështë pa dhonë të pelinën e aja? ka dhonë të pelenën për pashalak. Mobre. Valoj, po. Pse ti e ma i shkollumë se une, edhe din ma mirë se une. Ja, nuk e di, heqë më mirë sikur ti. Po Është thamë e që jo. vërtet që e din. Edhe ka thonë që Arnaut. Arnaut. Edhe ka thonë Arnauti nuk ka kom, as nuk ka alfabet. Në alfabetin Që e sa kemi... kem në alfabetin, bat? Në alfabetin 3500 vjetë ka egzistu i liri para Biblës. A ka egzistu? e ke djallën. I lirë. E në kuën e lirë dhe u kuën në ABC-ja para kuës. Para Biblës e ke Para djallën. Biblës, po. ABC-ja jonë. ABC-ja. Alfabeti jonë. Alfabeti jonë. Po mi, po tash neve turku më nume në bo alfabetin latin. Edhe na dhe është për dërë latinisë, a për dërë. Po dorë. A? A pak po. E turke neve nga ka thonë nuk ka gjuha e tyne, as komi tyne po latin. Se kom s'kan. Dhe të din këta trit. Dhe të din... Qa ka thonë Qa ka thonën mreti. mreti? Po. Sultani atëherë. Sultani Rahmetlia, që e prejë Car Lazari të tyrbet. A është e vërtet që ka prej Car Lazari? Po, e vërtet është. E preva? Ja, po. Luftën në betejën e Kosovës? 1389 kryte Car Muratit ja ka hjek Car Lazari. Mo? Po, edhe ka liftu e Malish Kopilici. ka liftu e deri në urt Babemofsit. A keni Babemofsit, po qësh jo? Deri në urt Babemofsit. Dhe kanë thonë në shkina, ju ka thonë aty në ushtarve, që në shpotat për tëke se në konë pora e ka qelqin koli, kër ka Malish Kopilici. Që i thënë Milosh ta? Ba i thënë Milosh që akademia ty në me zhvillume, me prenume, e ty në pejamojnë mas hajnia, jo mas akademie. Mo bre. A jeri, Ti dikon. a kje ti ma dëpt akademish kënë se në Kosovë në Evropë. Qëlo me dëpta? Wallahi, bat si pas të e jona. Valohi është e jona. Mo bre. Pasha sytë po... Hisma dëpë s'ka po të bua? Ja, po t'ja për një shkitë që përpojnë me akademit vetën, për lypin Kosova e tyne.
A po thënë? Po. Qa po thënë tënë, vllazhni kemi, dyna me bo zajednicë. A po bojna zajednicë? Ha? E di me pas që kja zajednica se më qite në ullë. Ha? A është e mirë, a e kiti që kja zajednica, që po thojnë? Jo, tash zajednica do me ta shpjegu shqiptarë, që ja di Hajde, shqiptarë. Allah shqiptarë. Ta unë e morrin vesh shqip, ha? Po, hajde. Zajednica është sikur me ordhën pe shkupi një tërbesh, na thënë tërbesh, se ka dhe tërbesh në Shkup. A i në Shkupjon ta? Po Shkupjon krejt? Ka tërbesh në Shkup. Ka. Sikur me ordhën një tërbesh, më bosh dhe shpina bërtem. Po thu që shtoj bjen kja Shqip? A më vjen mirë? Jo. E tash na pëna vjen kjo zajednice edhe për ta blokon parlamentin shqiptar pe ditës se kushtetuta tash ka me prepilue drejten e zajednicës. Dhe ka me prepilue me Akademi Shkencave të Beogradit qyshtje thet që ashtu ka me thonë leqë. Mo pra le ta spranojnë që ashtu bazë për këta të undë? Po thomë që spranojnë ashtu? Ku është bërë nuk Qka prenon? tojnë ata atje? Pa ja ka prenua që atë ditë që ka morë postin, o Jaronia. Qka kemi thonë bacë i theri njës, qka kemi thonë politikës të këti venit tonë? Krejtëve. Politikën Qka kemi nuk thonë? e një politikën se rano politika. Po qka kemi thonë ti? Me rano nuk kom që me hinë Në muhabet. muhabet asë në thes, asë në binot rënëve. Kom me thonë... A më selam, që ja pëktujit? Kom me thonë, ja, e din ata selamit, s'ka nevoj për selam, se type nuk interesaj, kodin sa i ka në bonga. Në vend selamit, a e ka kodin e pasunisë. E ka? Mo bre? Vallohi, po. Pa i kodin o maj mirë, se më thoti mirë dita. Qka kemi thonë pra moshatarëve tu që janë në Kosovë? Vallohi, moshatarët mitë, ka pak. Ka, anë tyne që janë pak më të i sikur ti. Vallohi, pak matri se une, ata janë sakota, Pse sa ka ta? janë fukare, edhe pe menve dhe pe pasonie, se pa pas njeri që s'ka pasonie edhe pe menve o fukare. Po thu që njës me... S'kje pasonie fukare pe menve. Qa kemi thë këtu në penzionerat që janë benzion sikur ti se i marë? Sa para i merë ti në mujtë bas Unë e penzion? marë 65 euro për 40 vjetë punë, tash mi ka dhonë dhe kjo fanima sociale 75, për këto e hoqen 7. Apo dalin balë bas me jetu shtu? Vallohi me i majtë në gjep një mujtë ditë, mësh me hargjue, ma bjen tjetër në benzi. Po thua? Po shra zëtin shtu. Po mirë, a do të më rritë penzijat në këtë vend bas? Ta po fsha hajni. Ju, Pse ju? se edhe penzia jeme edhe fondi këtyne hojnave nuk shkon bashkë më rritë paralel. Ju, Mo bre? vallohi ju. Po thu që për ju të manë është, Na kemi obimin e vogël, na nuk kemi territori madh. Po. Nuk kemi sikur Mongolia, sikur Rusja, sikur... Po. Mongoli ka hapësirë të modha. Ka, Rusi. Edhe Rusi. Alo më të modhe. Po edhe më të modhe. Rusja, Mongolia kalon Kinës. Po. Në me mërëzotit, a na jemi... Në vogël. Na jemi... Po thu s'ka nevoj më rritë për ju për penzionet? Jo, bre, Aronia. Po, bre? Rritu pensionë, rritu hajnia, type nuk më në bonë. Nuk e përballon, po Po thua? shrazotin ju. Mirë e ki. Ju. Ma mi pensionet është mi ullë për edhe pak. Edhe dhe ti ule. Se unë e moj men pensionin mashtërimit luftës është lisërim të ore, e ko morë 14 marka. Po. Tana mu ka bon 28 marka. Po. Tana më ka shko din 35 marka, sot e kom 65 euro. Nuk o pak? Do të mu... A bas? Baba jam ka punu në ditë kralit, se tunelin e mërdorit, baba jam me kosme ka punu dhe u E qilë. ka qilë. Po, veç valloj nuk i ka posë, që ka shpore, a ma pak e ka posë. Ma pak. Po, Bac, hoj, jeta ka funi. ani, 88 vjetë. Po. Inshallah mërzët i bon 188. nuk fin, ju. Ha, sa vjetë këse pas jetë mërë nuk, po është zote. Wallahi, me ma qësë zëtë, deken që shpejni, do që vëdesin për 2 saat, 3 saat, më rëzëtër, inshallah, sabah nuk dalë. Mo bre, Unë po thëm ju. pse? Pa shko, nuk e interesant. Edhe me kultura nuk po mund zhvilluhet, e hajnia po shkon dhe në qelë, për s'na vjen neve kja. Qa Jo, minë bre. mu mërë nuk? Sa vjetë këse pas qefti mërë nuk, kështu, më ko mirë o fjalla. Kum pas qef mërë nuk, dhe në 75 vjetë që im kon i furt, im kon i 20 veti. E tash, haloje i furt, a përshë, i këfjellët po, Nuk o i furt po. interesant me thonë një thmije, bima pongën, bima qeropen, mas ma qeropen, a nuk om vyna e mu. Po thua, Ja, nuk është e omel.
Nuk është e ëmbël. A është e gjatë me jetu 88 vjetë bas? Vallaj shumë, mu për mduke largë. Gas për thua, tonë thojnë shkur, si me inë që dhere me dojnë qatë tjetërën thojnë. Fjallë popullore o metë, kjo që hinë na derë, dilë na derë. Jo. Jo, a? Jo. Me vujtje, me fukarallak, me përparim, me zhvillim, vallaj balë shumë i shko. Mo bre? Po atyve po. Veç, me orën përfundim kështu, me aqit kësaj punë e lëmedhës që thojnë. Ma mirë tash si kur atëhere. Po thu. Ate, për çka ma mirë. Ha. Tash do më thonë e kështu që shpjeti që më dënë. Hajde. Se unë e kom edhe student, Po. edhe një pa djemë të thmive. E di që i kif mi në shkollu. Po unë e ma qef kom kër e shoh këtë brez, se kër i posha të mluta e primitiv. E me apunga të lkures. Nuk në kokë qash fukare, po kom kuha primitive. Mungesa shkollimit, po thu. Mungesa shkollimit, mungesa dijes, mungesa me dhënë ligjerota tjetër kushi, që kjo është e shtirë. E këta tënë tonë e kanë ligjerotën Shqip. Si? E kanë. E kanë. Unë e jëmë ko parashkollur mëtë serbisht, 4 vjetë për 4 klasë serbisht, unë nuk kom di që kom është alfabeti Shqip. S'ke ditë. Vallaj, shkom di. Shkem lexim basit i din ti ashtu, krejt. Jo dhe në televizor, unë edhe Shqip në televizor, këti lexoj, pas yza. Pas yza. Vallaj. E qysh më thu, bro, jem lodh, nuk jam mire. Unë nuk pesha pas yza me Jo, lexu. pasha notën e vurit, 40 vjetë në puni kom bëjt syzat. Po. Për me shkrua. Biletat. Kur pas syzat s'kom shkrua. Pe, kur jem do në pension e desët, syzat i kom toshne. Po. Bile me romin dukat e kom. E të posha hojle. Pasha zëtin po. Besoj. Kur ty be një pashan gjitë mo. Hisë më thënë gjithë mo, se i Ju. kisë qiqër, thojmë na. Po të kaj thmija reja të tonë më thënë, qka tha në televizor? Ka shkru ti? Valloj Qa po. në televizor. Po ty be. Baci, Ferat, Hoj. duhe me të ru në shnet. E jetë gjatë, na kënë nëru sonë të gjikara me këtë plisë të bardhë. Qëre, Ha, po ju thëmë juve. po. Po ju thëmë ti poplit, Po. rënufshin. Këta i respektoj edhe i vlerësoj edhe i konsideroj si kur e vlad dhe mi. E di, A besoni ju? Pa absolutisht, bro. Për mu, asë nuk punë e daloj, a u them në moshkët, po e vlerësoj si e vlad. E di, E ju rrit njera, e ju dëshëroj zhvillim e përparim kombëtar e shqiptar. Faleminderit shumë E bas. mos i lakmoni kërkuj për të rrethit tënë, po fjallurit shqip, edhe grahni për pora. A o qashtu? Një shqiptari nërshëm, pasi Ferat, du më shu në kom, për e me më të ru shnet edhe jetë gjatë, ty, edhe bashkë moshatarëve tu, familjes tonë që kishë një familje këtë shkollume, që do më thonë ti ke për një asaj A punë. një fshat mire. Faleminderit shumë, Po. edhe me na ardhë një herë në vjetë sa ta kish ymrin gjithdo. A e mon gjithë fjallë, desa nuk të lodhësh. Më vetë muë, Po, sarë që kini qef më po muë, unë edhe ma i knoqën jam. të rritë nera, faleminderit shumë. Unë e ma i knoqën. Pas jetë gjatë. Për hotër poplit fjallurit shqiptar, pe që tujt e me shku ku më kini morë kom, thëmë, rënufsi. Hajtë madhë mërë. Të ke, pasi Ferat thonë të 88 vjetë i lindu në 27-ën, 1927-ën, atë këtojtë 8-ën, atë këtojtë qëfar ditë e ki lindë, qësh kanë thonë këtë në herë? Nona më ka thonë ko e mërkure. E mërkure. Po, Sa hatis të kujtohet? jo sa hoti nuk e kom vetë. Se pe thmive këtë njerë nuk kanë desh nonat me kalzue, po ka thonë gjeta në grashtja gjeta, se nuk ka thonë që S'kanë thonë po. Pasi Ferat, që na sonë të jërojmë shumë jetë A gjatë, pi që ta se mjetë marakë. Kemi me porosit këtë sponsorin tunë që na i bën këtu pijet relax prej Suaregës me ta pru të shpia një palet, që thojmë na. Të madhe me ta Jo që pru. më thënë, reja thënë rëshvet, ke li për rëshvet. Jo, basa të me Konkretik. ndëru, nuk o e shvet me të ndëru. Po javë një zët, javë rritë nërën, Faleminderit shumë batë. e javë rritë moralin, e autoritetin, e shnetin. Ta, lem, që telefonin. Bravo. A ki Facebook, bac? E nuk di shko Facebook. A ki Facebook, bac? Nuk di shko e. Lejmë ju. Halo, mi e më Roma. Unë jam Rahim Atia, unë jam që të pi, e të bolaf, e soka,
e tulifore, e bile po më vjen mërzi me orë me nej me ty çfarë populli kam këtu. A për njën çfarë respekti çfarë nërimi përbojnë. A për njën, vetash. Mos të gjojnë fjetë se mi gjithë fjetë pak prekna. Hajtë rahim. Hajtë rahim. Mos e mërzit se ata që më kanë morë edhe më bjenë të shpia. Dal. Po, Kush ke, bac? djoli jam Me burg e jetë kom gjatë. posë. Mo? 10 vjetë, ako njës 19 vjeqarë ma ka denu gjyqi popullor se Lipke Republikë, Në atë ku? në të të nishën. I ka ka bobës, a beshe, prisin e bardhë, ka lip Republikë në atë ku dhe burg. Respekt për këtë burgostit e vendit tonë. Haj, zëti unë i muftë. Po, inshallah. Kom një fjallë popullore, budolla i gonë bobës. Jo, mo bre. Se unë ma li Preshevën e këni zonë ali Ja, po ali. mi zonin, po. Unë vlovi grush teme, jena ronë burg ma li Preshevën me Kadri Halimin, Ramadan Hoxhën, na ka qitë në prit, na ka deformue, Hoxha i buja në ufqët. Mo? Vallohi po. Bac, jena që në kom, kele me pista langë, kele me pikatat bashk. Ta një fshat Zuar, miren. edhe ty, edhe E ju zoti tonëve. unë i muftë tonëve. Bashk. Unë edhe pas të verat bashkë, son të ju thojmë, notën e mirë, e shihemi, E me gzime. falemderit shumë, notën e mirë. Janë mirë fat miren.